Eres mi vida, mamá Albania, siempre contigo, noche de fuego, bajo la luna, mamá Albania, eres mi vida. Opa! Iko, pjesën tjetër ngjojeni në YouTube, e dini u ku. Si u ka mirë sot? Erdhëm ke puntata radhës. Edhe do kemi një speciale sot për qefin e shpirtit, komplet relax, chill, që do kënaqeni, bëhet fjalë për gjithmonë për muzikë. Përveç shtunave që janë gjonat për hall, ditët e tjera ne i kemi për muzikë që ju të kënaqeni. E te kaloni bukur se po maro vera. Që që maro plazhi, edhe fillo shtatori me 100 hale probleme pësaj. Ta keni parasysh. Kështu që pa u më kohë, me muzikë bukur si gjithmonë, elegati unë, sot kam një mikun tim të vjetër, muzikant, producent, që të them unë profesor, i ka të gjitha, ju i keni pa vërdal në për emisione ku do muzikë si do mos të për festa, me festivale shumë gjona tjera, pjesa më e madhe nga ju e di se e ka pa, pjesa tjera që nuk e ka pa, që ta shohë aty në live, se në emision djera dhe shikon, që që ik për piacere, se festat janë grand, kështu që për juve Altin Tila, me muzikë. Oj math, man funë o lajmë. Rita kuam. Qa Rita kuam? Edhe kemi qenë kështu në Dubizi. E këse ke arru Durrësin fare. Durrësin e kam arru që ja sa vi. Kam prindërit, vi, vizitoj. Në Durrës vjen me pushime. Me pushime, pa. Po asnjëherë nuk e harrojmë Durrësin, kudo që shkoj edhe jashtë shtetit, shpesh herë, domethënë e para njeriu do të thotë origjinën e njëri nga është cili qytet. Durrësës përgjithsisht nëpër Itali, po edhe shtete tjera. Shumë e njohin shumë. Po zhveni bukur. Po, e njohin shumë për herë. E zhveni më i bukur në Shqipëri, letojnë çfarë den njerëzit. Është një diçka që Durrësi apo durrësakët janë shumë tolerantë, janë shumë të hapur, open. Po ti shikosh, edhe të huajt i ke vënë sa e gjejnë veten këtu dhe kanë dëshirë të transferohen të jetojnë këtu. Jemi tomër në vllaz, asi më e parë. Ne kena më veç me bëj gjona mes përpara. Po tash zhveni më i bukur, qyteti më i bukur. Qytetet e tjera mund të kenë investime, plazhe, gjona të tilla, por ata janë gjona kështu periferike, se plazhe kanë zgjidhur. Po si qytet, s'ka si Durrësi, vallë parë. Pavarësisht me 200 probleme që ka Durrësi nga ana tjetër. Po nuk i ka vetëm Durrësi, ka s'ka lidhje, po si Durrësi nuk ka ba. Shqipëria në tërësi nuk ka lidhje. Nga do të rrotullor është më malli më u kthy këtu. Unë vin në Tiranë, po kur kthehem Durrës e plago më hapet si pur mor ajër. Ka ajër. Ka ajër, sado që postmodernizmi, domethënë mas demokracisë e këto gjërat që është ndërtuar e kështu, po prap ka ajër. Unë sa herë vizitoj, ndaloj dhe domethënë takoj njerëz, po e bëj gjithmonë një ecje në plazh para se të ikin tjera. Duhet fryn, është e bukur shumë kjo verë, masditja ka fry dhe është mirë. Kalohet mirë në Durrës. Pastaj se ne themi por qytetet të mbipopulluara kanë dhe një diçka që kanë dëfrim. Edhe Durrësi ka lëvizur një kohë 20 vite përpara për shembull, mua shpesh herë më thonin
Ku të vim Durrës më? Ku ka jetë natë atje? Është për që ndru vetëm Tiranë dhe nuk është e vërtet sepse to 10 vitet e fundit për shembull shikoj që Tirana vjen Durrës 12 muaj të vitit çdo fundjavë, premte shtunë. Çdo fundjavë. Për shumë arsye. Kanë ardhur edhe turistë. Jo vetëm për restoranti, për peshkun, për një pasexhata, për plazhin, po vinë edhe për night life-in. Tash po 7 ditë javë valla. Është trafiku ku e volka është deri në orën 3 natës. E shikoj, biles kam pa një video që ishte në radhë për të futur në diskotek, në klub. Full është. Durrësi ka marr frymësh mirë. Edhe inshallah ecën kështu se na duhet që jetë natë këtu plak. Ne na mësu me zhurma, nuk kena mësu me net. Domethënë kur e kërkoshim zhurmën i heri kohë ande se si ishte në Durrës, që erdhi dhe ta marr. Dhe gjithmonë brezi jon për shembull e donim ta sillnin. Dhe edhe ti ke qenë promotori shumë partive on the beach, me DJ, me projektin tënd si singer, si këngëtar, dhe kanë qenë korat bukura sepse si ty edhe shumë artistë tjerë kanë sjellë goxha gjëra të këndshme në ato vite dhe ne donim ta gjallëronim qytetin tonë. Nuk kam pas beach bare, boja evente gjithmonë në për Cape Trodonin, gjithandej kemi bërë festa elektronike sepse ndjenim atë që ne duhet t'i japim qytetit, ta gjallëronim. Ndoshta kishim dhe shumë më tepër energji në ato vite, kurse tash jemi ekspandu pak, kemi internet tani rrëmi energji. Me gjithë jemi shumë nostalgjik. Prandaj ne duam qytetin e lindjes sepse jemi shumë nostalgjik. Po ajo na mane, se ndryshe seset përpara, po mos të kesh atë nostalgjinë të kaluamës. Se ajo neve na ka bë tillë që sot neve të ecim me hapa më të mëdha për të arritur gjëra më shpejt, jo se thjesht duhen bë. Ne i bëjmë se kemi qejf për t'i bërë, ndjem për t'i bërë, kupton? Po, ajo e kalumi atëherë, stresi atëherë, që me zi boshe i festa, nëzirëshe mira, ishe i tapte. Shumë. Shpesh herë dhe nuk na kuptonin se çfarë ne ofronim, çfarë propozonim në treg. Shpesh herë nuk na kuptonin. Biles më thonin, kur unë propozoja evente me kostumografi, me koreografi, apo muzikë elektronike underground, më thonin, o profe çfarë lodhesh, po nuk kupton njëri këtu më shoku, këto duhet ta vajnë, sa nuk është e vërtetë. Dhe e tregun që sikur janë profilizuar që ka shumë njerëz gjojnë afro music, gjojnë underground, ke edhe goca të reja që ne mendojmë që këto sikur dëgjojnë vetëm hip hop, jo, unë shikoj që janë edhe profilizuar. Do thotë që edhe neve kemi kontribuar në këtë aspekt. Patjetër mos u po bën. Kemi kontribuar diçka, e kupton? 30 vjet nuk janë paguar. Edhe ka përcy, shiko, koha ke neve ikën shumë. Çdo vit ka gjona të reja, nuk është se jemi gjithmonë në të njëjtën linjë. Shqipëria gjithmonë ka evolu çdo vit. Çdo 6 muaj faktikisht, me muzikë, me këtë, me atë, por paktën çdo vit. Kështu që çdo vit ka gjona të reja flasin evolimin e Shqipërisë. Sidomos ato që jetojnë jashtë i vënë re më tepër këto ndryshime. Po jem vit vjen ai përpushime. Vjen shef sa gjona të bukura kanë i festë sot paska. Paska këtu, boka jetë. Po, boka jetë me xhimë. Boka jetë. Po. O i madh, mirë se më erdhi herë dhe gëzuar. Si gëzuar maestro. Gëzuar. Qin. Mirë se të gjeta. Mirë se na erdhe për zotë. Edhe të komplimentoj për energjinë, për nismat, për të ndjek gjithmonë edhe me serialin që ke prodhuar. Domethënë nuk është pak, sidomos të bësh art, kinematografi, janë impreza tepër të mëdha. Unë e shikoj vetë me gjërat që prodhoj apo përpiqen të prodhoj të sjellë si në treg. Kështu që të komplimentoj, edhe është gjithmonë kënaqësi që shikoj njerëz inovativ. Të falenderoj shumë sepse është halli i madh. Këtu në Shqipëri është hall dhe është dhe vështirë, me ka 100 vështirësi për t'i nxjerrë, sidomos neve vlla sikur ne jetojmë botë tjetër. I duam gjithmonë gjonat kështu me 10 hapa para. Më neve nuk knaqemi me gjonat vogla, duam diçka të madhe që si thosh na knaqi ne për mrena, më kupton? Po ajo që na knaq ne për mrena është shumë e madhe për të. Me ke kujtuar një gjë shumë bukur, kur ta artikulosh do them një diçka, një konstatim tepër të bukur. Edhe neve i futemi si thotë asaj shprehjes detit në kam, por ne hym kam faktikisht edhe dalim fund bregut me çik sforco, por në fund pasaj e marrim atë kënaqësinë asaj që deshëm. Dhe dikush e bukur, nuk ulemi me pi cigare, më relaksu aty, po
krau tjetër i detit në kam, 2 kilometra më i gjatë, kupton, prap shpejt tjetër, atë më nuk e di. Jo se jemi të pangop, thjesht kemi qef të bëjmë gjën e bukur si mas stilit ton, si mas asaj që ne kemi në kokë, që janë gjona shumë të mëdha, po që me sforco dhe në profilin që kemi neve realizohen. Çështje buxhetesh pasaj që janë vështirësi. Çështje buxhetesh, atë desha edhe unë të po të jetë buxheti, burrash, i bëjmë njerëzit me fol me vete. Po të jenë buxhetet, burrash, për një vit e diku e gjejmë Shqipërinë vëlla me produksione. Është shoku im. Sepse kemi për të dhënë. Si Ne kemi akumulu në këto dekada kemi akumuluar shumë kulturë. Shumë stresëzim brenda, sepse e kemi dashur dhe nuk kemi patur frikë nga kultura, nuk kemi patur frikë të mësojmë, të respektojmë brezin tjetër, dhe unë e shikoj edhe me 1-2-3 kameraman që kanë dalë në pension, që kanë qenë në RTS, dhe i kam konvolgjuar të projektet e mia, edhe më tha, profe, sa gjë e bukur kjo, jo vetëm që më kujtove, tha, po na hajnë dhe durët, tha, me bëj gjëra të mira. Po, fiks. Nuk kujtohet njeri me na, dhe shumë e vërtet, unë e shikoj edhe kur isha pedagog në Akademinë të Arteve, që vlerësoja atë pedagogun që kishte dalë në pension dhe të thoshte 2-3 gjëra të vogla që ishin kyç në profesion. Shiko, ka vite që është bo standard. Njerëzit ecin drejt një rrugë që është thjesht standard për të kryer diçka, fitosh 2 lekë dhe ec. Edhe kjo është bo si viroz për të gjithë. Si viroz, si smundje. Po kur ka diçka konkrete, të bukur, një iniciativë bukur, sikur i hapen sy të gjithëve vëlla. Edhe marrin me shumë qejf. Gjithmonë shohin barazimin, si të qofse. Funja fare punësh ajo. Kupton? Po tapet sy u për diçka të veçantë, sepse është një gjë që bëhet por se sta mungojnë kushte. Në Shqipëri gjehet çdo gjë për të bërë maksimalen. Çdo lloj gjohet kërkosh ti këtu? E gjen shumë kollaj me telefon, jo si tush duke bo shkencë si në për botë, se bota është e madhe, ka ato të veta. Po ka që Shqipëria buricop, veni vogël ku i gjen gjonat kollaj. Jemi të mbledhur dhe mendoj që kudo që të hedhësh syt gjen dhe profesionistë, gjen çdo gjë më vëlla, gjen njerëz bazë teknike pafund, bazë teknike nga aja ke zhëja, nga gjonat më të thjeshta deri ke profesionalet për filma, gjona që ande kushtojnë shumë. Kemi këtu, do të bësh një koncert mall gjigant, plago. Thot buri sa metra, thot 4 orë do në podiumin, i lem ledollat. Sa do të vëlla, nuk është problem fare. Ai ta bën gjigant, siç është ande. Është shumë vërtet. Edhe është gjithë produkt këtu. Ekziston këtu. Duhet vetëm iniciativë dhe mundësi për tes përpara. Ajo që doja të thoja në lidhje me buxhetet që e ke pak, në një nga performancat që shkoja në një beach bar, tu jam, sa të mor telefon. Edhe jo, doja të thoja këtë që është kisha performuar te ajo venue aty, një vend i mrekullueshëm, shumë inspirues, dhe kur më ftoi prap, i thash, dëgjoj, më le pak kohë, nuk do ta bëjmë si më thanë mas 2 javësh këtë eventi, nuk do ta risejmë se duhet të sjell një show të veçantë, edhe më duhet të gjej dhe një sponsor krahas buxhetit që ti ke. Edhe më mori disa herë në telefon dhe më tha, "Ore, ç'i do gjithë të buxhet që më thua?" Dhe kur pa show-un, kuptoj që është shumë e rëndësishme. Kur pa show-un që unë i propozova me kostumografi, me veshje, që do flas pastaj edhe për modën që prodhojmë, dhe njerëzit, pra unë bëra për atë show, për atë event që unë i propozova atit, unë bëra një mini team. Sepse e lidhim me atë që ne kemi shumë, strapacohemi dhe kemi shumë dëshirë të sillim gjëra bukur, po brezi jon. Mirë, po ka ardhur koha që dhe të delegojmë. Pra të delegojmë dhe duhet team, duhet një grup, një mini grup, 2-3 persona, sepse ti kur shkon në transferta, ka problematika, ka orare, ka viaggio, ka kostumografi, duhet të zgjedhësh, të bësh skenën gati, audion, por me gjitha, dhe ai kur pa shohun pastaj që unë nuk doja të shkoja po me të njëjtën performancë, për shembull Alten Beats, që ti e din që performojmë kitar me style të ndryshme dhe me muzikë elektronike, por doja të sjellja një experience. Dhe kjo experience ai ngeli kështu.
Ngeli, wow, sepse ai nuk e kupton femëshin, se shpesh herë këto mendojnë që çi duhet një artisti një buxhet, po i duhet pra, se është produksion, ai quhet produksion. Dhe një produksion ka disa zëra, komponent që të funksionojë ky show ose ky produksion. Që po, artistit që i duhet buxheti ona? Artisti nuk mund të bëhet të bëjmë lek të vela, kupton? Absolutisht. Okej, po nuk je më as 20, as 25, as 30. Ti ke një pjekuri, ke një maturi që do të sjellësh një produkt edhe inovacion, po të sjellësh një produkt edhe të shitshëm, po edhe të pjekur, por të jetë dhe i produkt që të lejë një shije të mirë. Ti kur sjell një produksion, një këngë ose një show, shikon dhe impaktin ose shtrirjen, ose ti do të sjellësh të kristalizosh karrierën tënde në atë show. Është impronta, është gjurma jote. Janë shumë gjona që njerëzit nuk i konceptojnë këto. Po njerëzit duhet dinë vetëm një gjë shumë thjesht, paktën që këtë e konceptojnë kollaj. Artisti është profesion më vëlla. Punon buri uj më bu. Siç punon ai murator, ky që ka një hotel, ky që ka ku dëgjon një firmë, një produkt apo çën si ka. Ai është në punë dhe artisti punon. Është profesion. Artistët me atë madhe, ato që janë inovative, sepse shpesh herë mund thonin profe na sugjeron ai artist se janë bërë gjë lokalit i soj ose i thash të lutem, më nxjerr një buxhet sa e ke që të di të fit me atë artist që unë do të sjell. Sepse duhet nxjerrësh një buxhet. Artistin në finale do ai bukulla. I duhen lekët. Se për çfarë punon? Po jo, nuk është vetëm çështje ekzistencë sot. Artistët jashtë shtetit, Quentin Tarantino me filmin e fundit, nejti 5 vite me skenarin, 5 vite. Pra artisti duhet futet në studio, në kohën e xhaxhit, u qunte liri krijuese, rrinin me javë duke punuar, punonin të reduktuar në punë, në profesion dhe shkonin, inspiroheshin për të shkruar muzikë, për të diskutuar, pra për të shkruar një skenar, shumë e rëndësishme kjo gjë. E drejtë. Që të sjellësh një produkt kompetitiv ose novativ në treg duhet punë. Duhet punë. Nuk mund të xhirosh po me të njëjtin format njësoj, sepse e para konsumohesh vetë, e dyta të konsumon dhe tregu. Tash standardizimi i gjonave që është bërë edukat shqiptarëve në përgjithësi, po gjonat e reja duhen sepse janë gjona të bukura, edhe që gjyrë zotit këto kohë dhe fundit në Shqipëri kanë filluar televizin. Po, shumë. Edhe është me shumë interes. Po edhe dëgjoj, është dhe ky shkëmbimi i brezave. Se vitet kalojnë dhe vjen brezi i ri, ka një pjesë e brezit të ri janë inovativ, një pjesë e brezit të ri janë shumë trash në sensin e thjeshtësisë, ose dhe shpesh herë ne themi që a kemi kontribuar, a kemi lanë diçka, a i kemi transmetuar. Unë edhe festivalin që organizoj e kam titulluar Rijetojmë trashëgiminë tonë, pra të sjellin, të tramandojmë, thot italiani, të transmetojmë të rinjt. Dhe mbi të gjitha është bashkëpunimi për të sjellë një produkt. Ato e kanë dhe me përqindje bides jashtë shtetit, që vejnë për një produksion ose për një show ose për vejnë 30%, 40% të rinj, sepse është shumë e rëndësishme. Sepse ato janë dhe të prekshëm se çfarë do në tregu. Ato i dinë përmend. Se kujt treg do t'i, pra edhe korat ndryshojnë. Çdo i ke vënë re DJ-t për shembull, çdo 2-3 vite rifreskohet e gjithë skena underground. Dalin DJ tjerë komplet. Fiks. E shikon? Fiks e ndryshon. 5 vite nuk janë më ato DJ fare. Janë rrit. Janë 5 kokra gjithsej, si Sven Vath, Karl Cox e këto të mëdhenj, David Guetta, ato që janë pjesë e industrie shumë të madhe. Ato dhe normalisht punojnë shumë me inovacion sjellin. Por të tjerët i fshin koha. Si shumë artistë viteve 80, 90 që kanë bërë nga album, edhe sot nuk dihet ku janë fare. Që kanë bërë ikona dhe kanë lënë këngë vula, edhe nuk janë më sot fare. Prandaj artisti duhet të jetë inovativ. Që të jetë inovativ duhet marrë këtë tërheqjen back, reflektimin. Me drejt. Të ditë çfarë do të tregu dhe të sjellë dhe një gjë të bukur. Që ta imponoj dhe tregunër, se kur ke një produkt mirë, e imponon ti tregun. Po ti duhet ta drejtosh tregun. Ta drejtosh tregun. Po ti tregu ja alla kat. Po shiqyr ke neve ka koha është e mirë për momentin edhe do shfrytëzu siç duhet për ti njektu gjona të bukura. Është shumë e vërtetë. Edhe shpresoj të eci me këtë ritëm, inshallah, po ka lodhje. Edhe çdo gjë ka lodhjen e vet. Oj ma, ti muzikant
producent, profesor, si thot alla shqiptarë tana e kelle. Fashion designer. Jo, ta jo do të dalë pas ajo. Kjo këmisha që kam vesh sot. Kjo këmisha që kam vesh sot. E personalizuar. Po. Atë kjeljen e shpyrë. Punojmë handmade, punojmë më pëlqen shumë artizanati, më pëlqen edhe festivali siç e citova, atë dua të sjell. Domethënë vlerat tona, çfarë kemi trashëguar identitetin ton dhe këtë gjë lëvroj dhe me modën që prodhoj. Haut këtu alta moda. Ti jemi original, mu më pëlqen ti jemi original. Shiko. Tash kjo është pjesë e profesionit, nuk është se është interesante ta bësh atë pyetjen, ore, po ke rrobat nga dole. Ti, kjo është pjesë e profesionit. Po a pyetja që duhet bëj unë para se dalim kjo, pjesa e veshjeve, para se dalim aty. Më thuj pak çfarë po bën me pjesën e muzikës. Përveç festivaleve këto, i lëm tot. Altini, muzika, Altenbit, festat e tuja. Jemi gjithmonë në zhvillim, gjithmonë progres. Përveç projektit që kam gati 15 vite me Altenbits, që prodhoj muzikë, performoj, sjell si kompozitor, por vitet e fundit kam kultivuar ose remiksuar, kam risjell muzikën e rrenjeve tona, të festivaleve, dhe e performoj si DJ në për festivalet ndryshme brenda dhe jashtë vendit, sapo erdha nga Seth, këtë weekend që kaloi, një festival shumë i këndshëm, dhe aty propozova komplet inedite, dhe me thanë të pa under list, remixet, original tracks, këngët gjithmonë të këto dy albumet që kam, që jam mbështetur ke folku jon apo këngët e kultivuara të viteve 70-80. Dhe më pëlqen dhe mendoj që nuk do t'i publikoj. 80% të tyre nuk do t'i publikoj dhe dua që t'i performoj gjithmonë në për festivale, që ato t'i kem si një program shumë original që ta kem dhe ajo gjë mos të konsumohet sepse sot tregu ta konsumon për 2 muaj, 3 muaj kënga nuk e ti mas 4 muaj nuk e lund dot më atë. E drejtë. Po ta publikosh, edhe kjo gjë ja duke qenë kështu underground, më pëlqen, sepse sjell gjithmonë freski. Edhe fakti që më ftuan ishte kjo, sepse e performova diku në një event tjetër, në ca ato këngët që nësove, sa të bukura, sa të veçanta, veti ke prodhu, sepse nuk i kishin dëgjuar të kujt janë. I thash, performoj dhe të 2-3 artistëve tjerë, DJs të huaj, që unë ja kam dhënë ato këngë dhe ato kanë sjell remixet e tyre, që kanë performuar dhe ke festivali. Dhe gjithmonë me muzikën krijoj, merrem me kolona zanore filmi, do të prodhoj muzikë të ndryshme, postproduksion, jam marrë, po kjo gjëja këte po e bëjnë këto 3-4 vite dhe po më pëlqen shumë. Duke e patur kështu si një program artistik. Si një program artistik. Është gjë unike e jotja. Po, dhe gjithmonë e modifikoj dhe risjell dhe forma të ndryshme. Ja, te ky festival për shembull edhe renditjen, por edhe propozova remixet dhe një diçka tjetër që nuk po risjell vetëm këngët, por edhe nga prallat që neve jemi rritur. Për shembull kam një këngë ku është nga Kau dhe Ujku, prava Kau dhe Ujku që ne jemi rritur kur ishim kalamaj e viteve 80, dhe ai thot pa brirë është dhe Ujku i thot Kaut, sepse don të ashur që ti heqi brirët që mos ta sulmoj, dhe është aq e bukur. Dhe kur performova njerëzit ngelin kështu, wow, ç'është kjo? Tu i bë ato efekte dhe ato gjëra kështu live kështu. Pa brirë është dhe moda. Ke vërsë këto gjëra kështu krijojnë butafori, krijojnë dhe pak, jehon shekujsh, jehon dekadash, sepse njerëzit duan, po, janë gjëra unike, dhe ka qenë një produkt, për shembull, ato prava, ose ato filmi i animuar që ka qenë, punonte gjysma e kinostudios, punonte për filmin animuar, me muaj për të nxjerrë një produkt. Po, fiks. Janë vula, janë perla. Zëri, përshtatja, dublimi, kjo lëvizja, vizatimi për ta bërë atë gjën. Ajo ta bën atë audion që të vjen me atë filmin e animuar, atë lëvizmërinë e objekteve apo kafshëve aty, ajo të sjell një rrënqethje brenda. Sjell nostalgji. Nostalgji shumë.
E drejt. Edhe kjo më ka pëlqyer për shembull. Jo, gjë e veçantë. Edhe mitologji biles projektin e kam titulluar Hype Muj. Hype do të thotë diçka që vjen si hype, janë këngët që hidhen në Beatport, janë si më thanë në promo, që do dalin, si më thanë 2-3 javë përpara një, edhe kam vendosur figurën mitologjike nga Muji dhe Alili që ne kemi. Më pëlqen shumë mitologjia, si thash, artizanati, trashëgimia, edhe domethënë por gjithmonë ta sjell me element minimal dhe me gusto, gjithmonë, që mos të sjellim risi ose ta risjellim, por me shumë gusto, me shumë finesë. Ka të bëj shumë. Është lodhje. Në herë gjërat vinë dhe shumë natyrale, duhet vetëm të kesh determinacionin për të mbyllur. Të kesh luksin të rish në studio. Do të kesh luksin të rish në studio që ai vegim, ai moment mos të iki, mos të fashitet. Ti mendon, un kam hap produksione që janë të pambaruara viteve para, nuk kam për ta thënë atë gjën kuadrate për t'i rikthy, sepse e di sa punë do të rikavosh, të risjellësh emocionin dhe asnjëherë nuk të vjen më origjinal siç ka qenë atë moment. Fiks fare. Ja, absolutisht. Fiks fare. Absolutisht ja. Do të vinë një traj tjetër. Fiks. Kështu që pranë gjërat duhen mbyllur. Duhen mbyllur atë moment. Po, është shumë e vërtetë. Biles ku pash një intervistë podcast Hugeli, që është boj famshëm DJ Afros, ai këtë thoshte që nuk e për të humbur asnjë gjë. Bën një release, eci, mirë. Po se eci nuk e dëgjoj asnjë, vazhdo me release-in tjetër. Domethënë risku është zero. Risku është zero. Domethënë, nëse e përqafoj tregu, e pëlqeu, buon per te, mirë për ty. Po se pëlqeu, vazhdo me tjetrën, nuk e pëlqeu, ngeli aty, vazhdo programin. Se dëgjoj asnjë. Vazhdo e para. Si një tjetër. Po ama atje kryve, mbydhe, mbarove, dhe shpesh herë për shembull, janë vepra që edhe kineastët apo siç ke bërë me filme për shembull, është arritje e madhe që ti mbydhe një serial. Jo se po i rikthehem dhe thosh fare për që po të bëj ashtu, po është një gjë që ti ke bërë një produkt. Ti e mbydhe një produkt. E shfaqe, e bërë, dhe ecën. Pastaj ke një pasaportë. Ke një pasaportë që ti do të shfaqesh diku. Kush është Donenjo? Çka ka bërë Donenjo 2 vite fundi? Ka bërë këtë produkt. Kush është Altini? Ka bërë këtë produkt. Dhe kjo gjë më pëlqen që tani luaj dhe me këtë që efekto sorpreza, sepse ai që të fton në për këto festivale dhe kështu do të ketë një artist unikal. Në Itali për shembull bëra 6 data këtë vit në për festivale siç performova ke Pallatin Mbretëror, që performova edhe i shoqëruar me veshjet që kisha prodhuar dhe risova muzikën në rave të viteve nga 85 ku shpërtheu house music deri në vitet 2000, underground movement rave që kisha dhe me urban style që kisha stiluar dhe e performova te Rivestiti Festival që u zhvillua në Pallatin Mbretëror Re Enzo në Bologna, ishte një event shumë domethënës dhe për mua dhe ishte edhe premier se në atë pallat nuk ishte luajtur asnjë DJ apo artist muzikë elektronike aty, asnjëherë. Dhe isha premier që bëra një performance 4 orë muzikë, çfarë unë kisha dëgjuar dhe parë që kur isha kalama fare, për shembull unë kam parë rave të DJ Hell, i famshëm rave berlinezi, në 88-ën ke Beograd dyshi. Në 88-ën kam qenë kalama dhe kam pa këto partit rave dhe apo tek Euronewsi ka patur një rubrik Le Mag që jepte artin dhe kineman dhe aty shikoja këto partit rave që bënin të viteve 90. Dhe tani që u bën 20-30 vite e para herë që në Gjermani u mbrojt dhe muzika rave dhe elektronike, hyri në UNESCO, u mbrojt, por është një risjellje dhe po ta shikosh dhe brezin e ri tash ka filluar me hardcore, hardstyle, mas pandemisë kanë filluar shumë DJ. Luka Anjeli për shembull lunte techno stride normal, 126, 120 BPM. Tani lun 160, 180. 180. Që është 50 vjeç, sa mua, është ndoshta më i madh. Luka Anjeli tha kuptoi një gjë, erdhi ky moviment e ktheu stylin për herë. E truri e shpinë diskografike e ktheu komplet. Të shofësh që nga 2020-a s'ka më lidhje fare me muzikën që bënte. Po techno është, por është hardcore dhe shumë e shpejtë. Çmenduri. Dhe faktikisht ai përqafoi se çfarë donin të rinj 16 vjeçar. Te klubi Kokoriko për shkakun bëhet në lidhje me këtë rave-in që unë risova.
bëhet memorablia. Ato që lunin Cirillo, Ralfi, gjithë to e bëjnë memorablia 2 herë në vit. Muzikën e viteve 90. Janë parti shumë bukura. Unë do jem në tetor ke memorablia që bëhet në Kokoriko. E famshmja piramide, klubi famshëm në Ricone. Do të thënë unë them që janë etapa që rikthehet. Siç rikthehen dhe stilet e filmave për shembull. Është rikthy pak noir, filmi noir në si stil. Ky filmi pak me bardhezie. Po do rikthehesh o burr, sepse tregu si tush i ka përcen gjonat e reja shumë shpejt. Edhe bombardohet tregu. Një moment saktum ti nuk e çan nxjerr. Se po nxjerr gjithë bota, pa fund. Detyrimisht ti do rikthehesh. Sepse ai rikthimi mbrapa jep atë hapësirën e kohës që ti fillosh prap përtes përpara. Kjo çdo brez gërmon çka ka bë brezi tjetër. Sepse të duhet ai një vit që ti rikthehesh mbrapsht. Kësaj të jep mundësi që të fillosh prap vitin tjetër ke gjonat e reja. Domethënë të duhet ajo si pauzë. Mbet se të bësh i pauzë. Riciklo. Ashtë. Riciklo. Kjo është për nga pelevrekët ke tangat. Nga tangat shkon prap ke pelevrekët. Domethënë te stili bagi këto të lirshme të kështu. Kjo është. Po ti shikosh e shikon me sa stil vishën, se unë ndjek shumë modën nga që e lëvroj, edhe shikoj goxha vajza për shembull që vishën me shumë gusto dhe absolutisht jo për shembull dekolte. Dhe se sa sharm kanë ti shikosh. Figurë femërore. Një knajsi. Pra nuk përdorin fare hapje këtu që të sjellin pjesët intime të trupit dhe kanë një përzgjedhje, një kanatiere, një bluze me aq bukur me bagi të lirshme apo këto qitjanet apo këto gjëra dhe thu o zot ç'a mrekullie. Ajo bile si amplifikon aq më bukur. Akoma më tepër dhe në një formë tjetër më të stisur linjat e anatomisë të trupit të saj. Dhe vjen më me finesa. Një mashkull thot, sa e bukur kjo sa e veçantë. Dhe nuk e don atë vulgaritetin e përditshëm. Po ja ke heq një vit tjetër. Ja ke heq pallto nga tregu një vit ose pardesyn e gjatë, sepse çado lloj pardesye të nxjerrësh ti, të i shtosh logo, të i shtosh këtë se është ja nga kohë stampa gjëra kështu. Pastaj vjen po. Moment që ti e heq, rikthehesh ndryshe, kur ti shkon po prap për shembull, një vit mrapa ke ajo pardesya, mjafton ti kesh, ku diun, ti kesh vonë një vizë të kuqe, ajo shet sepse futet prap injektohet në treg, se si tush i merr mallin njerëzit për atë gjon që ishte dhe për gjon e re se si ka. Para 6 muajsh bëri koleksion një stilist japonez, la 20 pardesy grigjo, si grigjo e bluzës, akoma më grimiu, i la 6 muaj ai e bëri projekt. Domethënë 6 muaj i la në shi dhe në erë, ato ishin zbardhur dhe kishin krijuar ato vizime, ata harta kështu. Ky ishte koleksioni i tij. Asgjë tjetër. Po fiks. Po e di që ka njerëz që me një çizme cowboy, me një kanatiere poshtë, me atë pardesyn e madhe gjigante, me atë grimio e kështu, dhe me një sharpa bianca ose me një kapele maroj, iku luku. Dint lume. Ai bëri një diçka, i la aty në 6 muaj në shihen erë. Dint lume perceptimin e njerëzve këta. Sepse, shiko, ka i diçka shumë të thjeshtë. Kur vjen vera, ose para se të vi vera, ti e trash nga dimri, do të heqish rrobat e gjata. Tu me zi pret, vjen vera, ato 3 muaj nxehtë e kështu tu, mana për kur vjen dimri se pak freski. Mori malli me vesh i palpallon gjata ose xhupin me fresku. Domethënë, ti me zi e pret. Ky cikli rotacionit që vetvetiu prej natyrës robi e kërkon gjithmonë, funksionon kudo. Të ngopet njeriu me shumë plus që ka shumë presion, domethënë shumë nuk jemi si 50 vite më parë, 60 vite më parë, po ti shikosh në dokumentar italiano medio i mesmi kishte gjithsej 2 xhaketa, 1 palto, 4 këmisha. Sot ka një me fast fashionin me çdo 6 muaj, domethënë si muzika ieri kohë, ti nxjishe një hit matë gjithë vitin, tek kanga ishte në treg. Sot, çdo 6 muaj njerëzit te ngopen, domethënë ai shumë është kompresu. Koha, sepse ka super ofertë shumë, saqë te muzika po nxjerrin
nga 3-4 materiale në muj. Jo por në përgjithësi, çdo 6 muj lëviz dalin telefona çdo 6 muj e bu. Jo moro. Rroba e gjëra të tjera, telefoni i ri çdo 6 muj u boko. Pam, domethënë është njesh aq shumë koha sa që njerëzit s'kan durim. Duhet të rekuperojnë, duhet të ecin përpara me këtë iqa të vetë. Ke parasysh janë bombarduar në atë pike. Ky quhet dhe konsumizëm, ë? Po, aty është i barazimin finale ajo është. Ky është konsumizëm, domethënë, dhe gjithmonë shoqëria sikur bën atë katarsisin, atë ndryshimin, atë riciklon, dhe look back, shikon dhe nga mbrapa. Atë që po bëhet se pyetja ishte me muzikën. Domethënë që unë e ndjeja si një gjë, gjithmonë e kisha kultivuar, gjithmonë ishte shumë atraente për mua, shumë të re se folklori e kam lëvruar kështu, po tani e lëvroj në një optik tjetër. Dhe e di pse e zgjedh atë element aq, atë strofë, pse e le aq apo atë bit pse e fusa ashtu. Është koha që detyron të shkosh sepse e di dhe sa përthith tregu, e don atë minimale në shu, po t'ja egzagerosh më tepër. Unë shikoj produksione që kam bërë para 10 viteve, kur vija ke studio që ti mi masterizore për shembull, dhe më jepi atë tokon ndryshe, e shikoj që më duken ca trak që kam prodhuar atëherë, më duken si gjell. Ta them sinqerisht, fix. Kam bërë simfoni brenda një traku elektronik. Është shumë. Dhe e mbaj mend atëherë që më theu, o sa elemente ke fut profe. Tu dalin 6 këngë. Dhe shumë e vërtet, sepse kurse sot i ke një pjekje, ka qenë periudha. Ka qenë periudha që kishte shumë element. Ishin shumë element atëherë. Ishin produktor që vinin nga bota DJ-si vinin nga bota e muzikës, se Altini kështu. Kurse ai DJ që vjen nga bota e undergroundit, që është listener vet dhe raver vet, ai don atë batutën minimale fare dhe me atë do të repetitive të kërcej. Ti ngelet vetëm një refren në një bit. Dhe një melodi 3 nota gjithsej. 3 nota atë donaj. Gjetja. Po, sot është gjetja. Gjona timta, gjona vogla. Kjo është momenti, masiviti, perceptimi dhe jetë ndryshe total. Po, ndryshon. Se kështu ndryshon gjithë gjona. Por duhet me ecë me kohën, domethënë, kush është profesionist ecën me kohën. Dhe atë që unë e kam me qef tashi ta kap si tem që më pëlqen dhe që jam kurioz me qimen është ky muhabeti veshje me vëlla, sepse janë ca gjona ekzemplare që shoh dhe për t'i prodhuar duke ditë që duhet shaq kohë mu prodhu këtyre. Unë pyetjen e kam thjesht fare, o plak si e gjen kohën më vëlla. Çmendurim duket njëherë. Çmenduri. Dhe kur nuk prodhoj, kam vënë në diçka, i them vetes gjithmonë, do bëj pushim. Këtë weekend nuk do bëj. Nuk do marr vesh se un kam 2 kolaboratorët e mia, dhe çfarë bëjmë? Bëjmë weekende, shkojmë në plazh ose shkojmë në fshat, në një agriturizëm për pi gotë verë, ose hiking, nuk është se bëjmë se jemi tipa për hiking, kështu po bëjmë ecje kështu, edhe marrim veshjet me vete. Njerëzit habiten. Kudo që ulemi, kudo ashtu prodhoj, qepim. Detaje, gjëra, i marrim e shfrytëzojmë maksimalisht kohën, sepse kështu edhe inspirohem. Dhe në çdo për shembull vjen, më duket sikur mbushem me atë gjën e them, okay, do rri pak pushime kështu. Ku ka shans për pushime? Jo, sa filloi pushim më duket një zbrasti totale. Dua të prodhoj se më bën shumë mirë, më heq mendjen nga mendimet. Sikur kera me një vorbull që më jep një excitim të papar prodhimi i artit. Dua të prodhoj art në të gjitha format. Dhe kjo gjë e kam pas bërë, unë rria ka qenë të bashkia mbrapa, ka qenë, aty ku është Max Optika tash, ka qenë, u bënin këmisha me porosi. Flas vitet e 10, kur unë isha i vogël. Dhe unë rria te vitrinë aty, shikoj ato copat, ato rroba qepse, dhe ato kishin lanë 2-3 copa aty si çulente edhe metrazhi dhe kisha që te manikine atëre. Dhe unë shikoj, më thotë mama, hajde tash më kapte prej dore, se s'kemi lek muin tjetër, se t'kemi ble xhinsa. Zvim, unë doja, i kam qenë fiksuar, pastaj në Itali, normal, duke ne në Itali, vendi i modës, i mvua, pastaj është marrë me veshjet, me gjërat, me çmen vuaj madh. Dhe injektim, dhe gjithmonë kam editu veshjet e mia. Mirë po, këto 8-9 vitet e fundit, hyrën në prodhim për të prodhu ekskluzivisht koleksione. Po këto janë tek cop një. Unë prodhoj produkt unikal. Unikal vetëm një mendim, një sample. Do me thënë, atje kemi Urban,
unë atë kam menduar, ajo xhaketa fësh impermeabile me velutën, kam menduar një hipopist që del jashtë në stage, që është ftohtë, edhe don një gjë për të mbledh bukur. për të mbledh, do. Se s'pun dalin më shkurtra, kur është ftohtë të çua, ajo të mangë kështu të pret dhe erën, po ka dhe luxury, edhe të ekspozitat, se unë këto i ekspozoj në për ekspozita vetjake, ose panajire ndërkombëtare që shkoj marr pjesë. Dhe më tha një stiliste, si e ka shku menja, tha që ajo copa urban, tha, një gjë që duket shumë vulgare, ajo jeshilja si e dalur nga boja dhe me veluton, me kastorin, me kadifën, si të ka shku menja, i thash, kjo është dhe urban dhe luxury. Kurse këtu të gjaketa tjetër në ana tjetër, kemi komplet luxury, ajo është veshje artistike, sepse unë bëj dhe kostumografi, filmat dhe teatri, produksione të ndryshme, kurse kjo është inspiruar nga tradita. Aty kam shumë gjëra, kam dauen, është dhe fustan dhe lirshmëri, afro, bravo, është dhe boho style, ka shumë gjëra brenda. Është dhe identiteti jone e eposit, apo ka shumë gjëra brenda. Dhe nejta monotype, bardhë dhe kafe, me ca gjëra. Më pëlqen shumë jeshilja, kafe e verdha, e bardha, i lëvroj, por ka craziness për t'i prodhuar. Lodhje me këto dy artizanet që mua njërën e kam dhe menaxhere që më ndihmon në për evente në këto. Dhe tjetra është për gjëra akoma më timta, por që kjo puna e veshjeve më ka e cekëm dhe shparë që artisti dhe konsumohet kur del, kur bën një diçka, kjo më ka sënë super freski në krijimtarin time. Dhe shmangja për të bërë këtë lloj arti, më vjen një super freski për të ardhur në studio me prodhu muzikë. Pra njeriu duhet bëj trajektore, artisti duhet bëj trajektore. Kjo lloj kokë. Po, duhet bëj trajektore dhe kjo gjëja që dal tashi i propozoj me eventet e mia. Në Itali e kanë bërë kështu, gati çdo muaj në Itali, o për një okazion, o për parti festivalit, o për një panajir, o për të veshur një artist, Subsonika, të Samoli, DJ Ralfi, sepse veshjet që unë prodhoj janë veshje për stages, për artist, unikale, DJs, domethënë nga që janë veshje jo për përditshmëri, kam dhe përditshmëri, këmisha të thjeshta me në një dekorim të vogël. Ja, për shembull unë këtë e quaj, sado që ajo është për prapë unikale, e quaj të style urban të thjeshta. Domethënë, të ato gjërat që unë më vinë 2-3 idera dhe thash, priti herë, Donenjo, kjo gjë i shkon fix fare me dedikim. Ja, është super kjo. Ke vërësish është ka dhe atë të zhubrosurën, atë urban style-in, atë thjeshtësinë, po edhe të tregon të veshur. Është e bukur se pikat i përdor shumë pikëzimet edhe te kopsat e këto. Pikat kuq. Aq, me element minimal shpesh herë. Pastaj këto janë për skena të për pompoze, janë për skena të për pompoze, edhe të marrin shumë kohë për t'i prodhuar. Por, çfarë kam patur brenda e shpërfaq dhe e nxjerr, e lidhi me atë që tha ai Hugeli. Bëje, hiqe nga këtu, hiqe këtë se të plat shpirti. Ka shumë artistë që i plat shpirti gjithë jetën, dhe po liroje. Dhe unë e nxjerr atë gjën. Dhe moda nuk e di, e kam patur gjithë jetën brenda dhe sikur mendoj që edhe njeriu maturohet. Akumulon shumë kulturë, shikon shumë, unë edhe serialet edhe filmat, se jam marrë edhe me filma, i shikoja nga kostumografia. 2 element shikoja, përveç storytelling të filmi apo të serialet, shikoja se si kishte përdor muzika, që isha e profesionit tim, ose kostumografi. Zgjedhje lokacionit, arredimet, se merrem dhe me arredime, bëjmë arredime. Janë gjithë komponentë që lidhen një pikë në fund. Domethënë, janë komponentë që nxjerrin nga shinat nga secili profesion që ke. Fjellohesh. Ky është dhe unë jam bëj fusion, jam bëj shumë fuzionist, bëj shumë gjëra arti. Në një finale, në një event caktuar janë të gjitha që më lidhen bashkë dhe janë aty. Domethënë janë gjitha pjesë e fushës, pavarësisht se janë fusha të ndryshme. Që ti nuk është se thjesht e bën edhe kjo sektor tjetër, jo, kjo vjen në finale ke të gjitha, mbledhen të gjitha bashkë, aty të bëhen unike, edhe ti e shikon.
muzika kjo, ajo, të gjitha. Ka dhe nevojë të jetë artist i kompletuar, ha? Po tash duhet me patjetër valla se nuk na lën neve kjo që kena përmrena me Po ja, me një kod. Ja ti shikoj të vetja. Unë po të kem për prodhu një spektakël ose një produksion, qose unë marr donenion për X për një fush ose për një zë, donenio direkt, unë po të donenio direkt, sa të më shofi që po prodhoj kostumografinë, ti direkt do më japësh një ide, sepse ti ke kriju ndër vite shumë kulturë, apo shumë gjëra ti i ke prodhuar vetë. Ka shumë njerëz që edhe arredimin vetë e bëjnë ke shtëpia. Pra kanë shumë gustot, u jepet. Dhe sidomos artistët e vërtet, me atë anë e madhe, ato artistët që nuk janë aty kazualmente, rastisht. Pra janë aty se janë artist, japin idera pa fund. Jam i bindur që ti po të marrë donenion në një apo një artist tjetër, profesionist, miku jon, ai do më mbuloj siguro 2-3 zëra. O do më japi ide për skenografin, o do më japi direkt, ti do më thosh, stage-in, ma jepi laps tu, ta bëj unë direkt të stage-in për këtë tipologji. Direkt, është shumë e vërtetë, sepse ti ke akumuluar pa fund një. Edhe shpjek gjithë dia e çdo le gjithë ty në viteve, po çdo vit edhe gjon e re që ti ngjon shef. Edhe syri ka parë pa fund. Piqet dhe vjen një moment i caktuar që shpjek aq mirë që ti kur don ta bësh ti e bën perfekt atë. Se po ta bësh në fillime, çalon. Po vjen një moment i caktuar është rregull jete kjo valla. Do vi momenti i dur që ti do ta bësh diçka. Gjithmonë qofse ke qef, durim, pasion për ta bërë. Shumë e vërtet. Po kur të vi momenti ti kur ta bësh dhe të kërkosh perfeksionin maksimal aty. Por aq sa është mundësia, sepse çdo gjë është edhe funksionaliteti. Kjo më pëlqen të vetja për shkakun që të gjithë veshjet që unë prodhoj nuk janë, se ne kemi parë dhe tendenca në për sfilata të ndryshme fashion TV janë veshje që nuk vishen dot në përditshmëri. Kurse unë ndjek funksionalitetin, janë të gjitha veshje që kanë vestibilitet, kanë veshmëri dhe kanë funksionalitet për okazionin e caktuar. Janë të gjitha veshjet që prodhoj janë të veshme, të përdorshme. Domethënë funksionaliteti është një gjë shumë e rëndësishme. Se s'mund të bësh tendencë tash, jo kthej se ka shumë stilist, jo kthej pantallonat mrapsh, futi te koka, bëj kështu. Këto janë art, janë inovacion, por nuk janë në përditshmëri dhe nuk kanë funksionalitet për të veshur. Janë vetëm për okazione, party craziness apo shko këtu dil atje, tendenca, kolpovizive. Por domethënë duhet u udhëhiqemi nga funksionaliteti, edhe kur prodhoj muzikë. Funksionaliteti, edhe një pad, një layer që ti përdor, një suspans që ti përdor në film, ajo ka një funksionalitet se të sjell brividi, të sjell. Po ti shikosh për shembull, se themi ne qa ka përdor ky, qa muzike pas ka kryte ky filmi, 3 efekte ka futi, jo, nuk është e vërtet. Se ato 3 efekte janë tepër të menduara. Po çdo gjë, shikojeni, çdo gjë komentohet sipas kategorive të njerëzve. Profesionisti i fushës shef element tjerë, dëgjuesi shef element tjerë, kupton? Një tjetër shef element tjerë. Janë shumë, domethënë, ty të vjen mendimi ose kritika nga shumë fusha, më kupton? Po në finale pasaj është ajo që ti e din me veten tënde, sepse nëse ti nuk je i sigurt për atë që ke bërë vet, mend zgjedh që ti je i kënaqur, pa këndësi ka qa flasin njerëzit pas. Më kupton? Ti moment që e nxjerr, ke kry punë, sepse e ngjon vetë me qejf. Ka të bëj shumë në art dhe në muzikë, qofse një material i joti. Ti e ngjon shpesh, e rishikon shpesh. Flasën këtë periudhë kohe, sepse ieri kohë kemi pas bo materiale të bukura, këngë të bukura, më kupton? Top feste, këngë magjike, ke parasysh, po ishin gjona kalimtare. Sa që edhe për të shku këngë magjike, për shembull marr rastin, që atë gjithë rrugës duke ikë me makinë, duke ngju këngën për të mbajtur mend tekstin, se llogaritë që ti e bën të bukur për tregun, po që nuk është të ka plotsu vetë, ajo dhe nuk e ke kushtu shumë rëndësi tekstin në një moment. Kupton? Çdo performancë ka emocion. Atje është tjetër. Po flas rëndësia që edhe sikur ta dish tekstin, që ti duhet ta përsërisësh gjithmonë sepse ka skena shumë suggestionuese. Jo, ai skena është finali.
Është kënaqësia që ti ke aty, kur të hyn ti aty të vinë mend gjitha pasaj. Po du të them të rëndësia që ti jep. Sot për shembull që pjekja e çdo gjëje është maksimalisht, edhe mosha e gjitha bëjnë, plus që neve çdo ditë jemi marrë me këtë punë, e kemi varë asnjëherë dhe kjo na është bërë pjesë e jetës. Kjo është e vërtet. Ne jemi bërë duke u marrë me art, jemi bërë të kultivuar, jemi kultivuar për këtë. Ne prodhojmë art kultivuar. Pjesë e jetës, është bërë rutinë e përditshme. Sot e nxjerr një material që në final ty të kënaqë kur ti e ngjon. Dhe ti sa herë ngjon me qef, dhe kjo ka të bëjë shumë për atë që ti, sepse kur ti e bën, ty tojnë të syll, tojnë të veshi, s'ke motorim për asnjë gjë. Dhe në final tu shqyqe nxora pa hajt varja. Po kur ty ajo të kënaqë edhe ditë fundit, ja ke arritur. Do të thotë që ti ke arritur qëllimin. Më kupton? Si filmi për shembull. Unë filmin e kam pa 2 muaj ke montazhi që më ka dalë tu kuptim me fjalës. Kur e marrova, edhe sot e kësaj dite jo më larg se para 4 ditësh ula dhe e pash prap me. Po me qefin më të madh. Prap, që më shtrash koka tu punu me bo. Sa shumë artistë nuk duan më ta shohin, se i futet një ankth. Po, u futa dhe ajo më kënaq për atë që unë kam bërë, sepse finalizimi i asaj është aty ku unë desha dhe më kënaq ajo. Dhe e rishikoj prap. Në kjo është domethënëse, kjo gjatë domethënëse. Në karrierën e një artisti kjo është shumë domethënëse. Kjo është pika finale që arrin. Më këtë pikë finale që kërkon gjithmonë maksimale dhe gjithmonë ti e nxjerr sa më perfekt atë, duke i net mrapa, si veshjet, si muzika, si kjo, si ajo. Dhe pse bëhet? Talim ke pyetja që thashun, ku e gjen kohën? Që është pyetje totalisht për neve pyetje idiote, sepse koha jonë është gjithkohës këtu. Nuk është se e kemi kohën për shtat me për një gjë tjetër. Ne kohën e kemi kështu. Unë bëj vetëm një ndërhyrje. Di si i them kolaboratorës time? Unë e kam të mbaruar në truat e gjën dhe ajo më thotë, më po prit ta bëjmë avash, bëjmë pushim. Nuk ka pushim, sepse unë dua ta shoh të mbaruarat e vepër. Po, e kam kohë. E kam në kohë, duhet nuk ka. Ç'është kjo fjalë pushim? Më irriton i them. Më irriton, domethënë pa aftësia në mendim, ajo thotë më shef shumë. Mirë, po kam vënë një diçka tjetër. Sepse bëra një retrospektiv një ditë dhe i thash vetes, me vërtet jam ndodhur. Por të mos kisha këtë determinacion, nuk ishte për të arritur me u prodhu ato gjëra. Asnjë gjë s'ishte bë. E kam marrë vlerësime goxha. Ka të bëjë shumë ajo që ti ke. Po. Edhe ta nxjerrësh ashtu siç e ke në kokë, sepse është e perceptuar. Dhe shpesh herë nuk të kuptojnë, ç'është ky çmendur kështu. Shiko, asnjë nuk vibron te frekuenca. Tamam. Është edhe mundohem, ma kjo është ajo e fundit, sepse e di ç'a bëj. Okej, i përgatis në ana psikologjike, tani da hapim test shishenverë ose dhe shkojmë filan fshat, se kam parë një agriturizëm, dhe ikin bëjmë një degustim vere, dhe ikin tu, sepse unë qa bëj shumë trajektore, çdo weekend jam i ikur, po dua fshat, dua erë pasti, du të inspirohem. Dhe i fus në një trip aq të bukur, sa i them, kjo është parajs që ne po bëjmë, kjo është domethënë të merresh me art, është luxury, në kohët e sotme është luks. Vibron frekuencë tjetër, është luks shumë e madhe. Unë e vëre, pa çka se unë i ngacmoj ato kolaboratorët e mia e shu dhe i them, sa ato kanë arrit në një pikë sa më vetë ato thonë, s'më doli gjë, se e din që syri im kritik nuk po flet, po e din që kanë kuptuar që një perfeksionizëm kështu, më them, jo, hajta millim, është super. Ajo thot nuk beson dhe deri në fund, i them është super, jo, ose shpesh herë nis për një gjë më del një gjë tjetër. Po, e transformoj fare, e heq, e bëj, i them nuk ishte kjo ideja, më doli nga ideja. E kisha menduar se jo, se ka dhe një gjë, ti kur aplikon nuk është gjithmonë e realizueshme ideja që ti ke. E drejtë. Aplikimi është tjetër gjë. I do të gjitha kushtet 100% sakta që ti të nxjerrësh. Dhe dalin shumë gjëra të bukura dhe spontane, duke e prodhuar. Po që do rrit spontaniteti. Domethënë ti e projekton, po duke marrë masa që rrugës do ketë sa gjona. Që unë duhet të shfrytëzoj rastin ti mbledh. Domethënë, shiko, se njerëzit spontaniteti është një gjë shumë gjë e bukur. Neve na është bërë rutinë dhe neve ecim si jetë e përditshme ke këto. Nuk është se na duhet shkencë
për të bërë diçka, ne kemi pjesë tjetës. Gjithë ditën. Dihet që në këtë nivel jemi ne, me këto gjona dhe është rutina, mlidhe. Mund të ushtë, po si e bone? Si e bone për gjysore, për i orë, po pëjtë më se është 30 vjetë eksperiencë. Naturaleza, ke naturaleza, bro. është po pjesë e jetës ajo. është po si doktori më dha. Merë dy pistoria i, me ty po më vetë me këtu të bësalak. Ato sa shumë për examinim të fillojnë ka, a një doktor javtë, të psikologjisë për herë me gishta, një doktor javtë. A ishë po pjesë e jetës. A i të kupton për herë ku e ke abdominalin, fryrjen, mostretjen, problematike, e ke angst, e ke këshu, e ke ashu, sepse në kohët moderne sot janë shumë problematika këto, që gjithë ato mos, pra ndaj dalim të ajo, që ne duhet të ndjemi mirë dhe të lumtur, sepse duke e prodhu gjën, ti nuk e len këtu brënda, e nxjerr, ikën, ose kur e thua, dhe spontaniteti, unë për shembull them shpesh herë mikeshave të mia që dalim, ikim në opera, ikim muzikë elektronike me kërcy, ikim Kosovë, bën rejve në Itali, dhe i them shpesh herë për shembull, vëre, i them, e pe, kjo vajza për shembull që takova ose kështu, dhe i transmetoj këtë gjë. I them, ajo për një herë kupton, kur të afrohet, nuk ka naturaleza të t'japi faqen ose të përqafojë, unë i kuptoj njerëzit që nga dora, sepse ajo po mendon që përbau ka një mashkull ose njef ose me qa sysh po më shef tyre, nuk kanë më spontanitet. Pra ajo nuk, duke e ditë që ti e artist, e ditë si thash një mikeshes time? Mikesh. E kisha bërë mikesh sepse shkoja për ditë të dyqani për ditë. Kaloja aty, bonim në herë një bisedë në gjë, i thash, nuk ka ofezë më të madhe për mashkull, duke e ditë që jam dhe stilist, jam një person që e konsideroj veten të lirë për sa i përket shumë temave dhe sidomos të kam transmetu ka i shumë lirshmëri, sa herë ne kemi komunikuar që ti më ngren këte këtu. E ke nxjerr dekolten, lere aty si që është, sepse ti më ven, më krijon një ofezë, identiteti të kulturës time, të ngritjes time profesionale dhe të mendimit tim. Dhe me të ngritjes time si njeri, me një raxonament dhe me një arsyetim dhe me një atribut dhe për figurën e femrës. Unë kam një respekt maksimal çfarë femre kam përbau. Ti kur më bën mua, ose ato vajzat që e vejnë patalonin atë fundin deri këtu, edhe duke e ullë gjirë rrugës ru. Ose ti, përbau me nuk duhet ta bësh të gjë, mos e bëj më kurri, thoja. Shpesher, unë, ky është spontaniteti, unë komunikoj me njerëzit shumë lirshëm. Sa de, i them mos e bëj më, e qeshi. Qeshi se e kuptoj që bëri një diçka shumë pa lidhje, është pa lidhje, vlla. Unë jetoj në një dimension tjetër, jam artist, unë jetoj në lirshmëri. Unë të kam ty si motor, që se unë vi komunikoj me ty, s'kam asë qëllimi tjetër, vulgar, apo kështu. Unë jam në një dimension tjetër, dhe të respektoj atë hynin që ti je. Ky është spontaniteti, kështu duhet jenë marrëdhëniet me njerëzit. Por kapitalizmi, postmodernizmi, interesa, gjëra, domethënë koklavitja e shoqërisë, shumë njerëz as nuk din të komportohen, as nuk din të ecin, as nuk din të mendojnë një gjë të lirshme, spontane. Dhe këtë gjë e solla sepse shpesh herë e vëre dhe mundohem të ja transmetojnë mikeshave të mia, njerëzit që un kam pranë, ose kur dal që flas për styling në televizion, mundohem edhe një konducente, një moderatore, i thash të lutem, ma le ta mbaroj atë mendimin, sepse përderisa unë ja thash në backstage, mos më ndërprit, përderisa më ke ftuar mua, do të thotë që ke ftuar sepse unë prezantoj komplet një stereotip tjetër mendimi. Po të përgjigjem, ma le deri në fund. Ma le ta them, mos më ndërprit me atë stereotipin që ndërpret, sepse unë di dhe kam dëshirë ta them, dhe nuk kam frikë ta them një diçka. Nuk ndjehem në sikletën për ta thënë. Dhe këtë rast që e thash është gjë, sepse unë i dhash një leksion asaj për entitetin e vetë të qenit femër, unë i dhash një leksion shumë të mirë. Asaj vajze. Në konfront me mua, po konfront me çdo mashkull tjetër. Që ajo, nëse ti e ke nxjerr dekolten dhe është se sporrim të kjo bisedë, po ti duhet ta dish që ato hiret tuaja që se i ke nxjerr është bukur të t'i shohin. Ose mos i nxjerr. Drejt. Pra nuk duhet ta vuash atë, ose kur ne themi një fjalë banale, unë e them shpesh edhe si pedagog, i thoya që
banalitet në fjalë në gojën e një artisti nuk është më banalitet. Sepse vjen më e natyrshëm, vjen më e lirshëm. Ato nuk të bëjnë siklet, po të ta thot dikush në rrugë, ti rrudhesh. Pra, ky spontanitet neve na bën që edhe të prodhojmë gjëra tepër insolite. Pra, robe prodhojnë gjithë, por se më tha njëra mu, kuj shet ti, kuj bën ti? Kam tregun e vet tash, unë prodhoj cop një. Por nuk i shet nuk kam as ngut për të shitur tash. Unë jam duke ndërtuar arkiv. Kam një Kam një dollap të madh atë Jo, po kam dhe një qëllim. Duhet bëj karrierë, duhet bëj një arkiv. Dhe për çdo veshje që mu më ikën një cop e drejt. Një cop të e shikoj, domethënë dhe them që artisti duhet të gjejë dhe vendin e tij në shoqëri. Nuk është e thjeshtë të gjesh vendin në shoqëri. Dhe duhet ta mbrosh punën që bën. Prandaj kur the spontaniteti dhe ajo gjëja që ke prodhuar, ose çdo vepër që ke prodhuar në jetën tënde, mendoj që sa herë ka patur spontanitet, ka dalë një vepër valida me vlerë. Dhe mundohemi dhe duhet mundohemi që gjithmonë të jemi sa më tepër spontan. Ka të bëjë shumë varet se si të vjen momenti. Po njerëzit kanë komplekse. Shumë. Edhe bukura që duhet kuptojnë që i kanë komplekset me veten, nuk i kanë komplekset me veten. E kanë me veten dhe mendojnë sikur e kanë me tjerët. Jo, ai tjetri ka me veten ti e ke me veten tënde. Dhe ato amplifikohen për ditën në shoqëri. Stresohen, amplifikohen. Po stresi i madh ajo edhe pastaj prandaj është e vështirë që artisti të injektohet. Siç e ka bota nuk shef artista vërdall valla. Ti ke pa, nuk e shef ne me sy tjetrin. Ekziston. Kanë totalisht një botë tjetër të veten ai, një nivel tjetër dhe atje ku rri ai. Ti e shikon atë ditë saktuar, edhe e shikon me qejf. E ka menaxhu bukur bota artistin me njerëzit, që njerëzit kanë interes ta shikojnë. Shqipëria kaqësh. Ti artistin e shef aty në kafe, ka ardh ke dyqani me marr diçka, këteja ne, pastaj kur është koncert ai ti nuk shkon. Jo vetëm atë, po. Ne i kemi parë që edhe i kanë mishëruar artistë mëdhej të teatrit kombëtar, i kanë mishëruar shpeshherë, ja ky shkreti. Është shumë e vërtetë, apo kollose. Artistë kinematografisë, domethënë që i kanë mishëruar në për është i problem ke neve që është që ka një zanafill tjetër vend, po te njerëzit është problemi më. Më kupton? Marri shembull, për shembull. Ka njerëz që nuk e kanë abejën fare kush do neni jo. Po zero. Sa që këtë radhë për shembull, më thanë ti e çuni që e ka i filmi. Edhe mu pëlqej. Filmi është gjë e fundit që për më. Po çevi që e kishte pa. Ditë edhe titullin, mu bë shumë çevi. Po thash okay më. Dhe nuk ishte as moshë vogël, ishte gallate madhe. Moshat e vogla jam plotësisht dakord. Do neni ka qenë treg ieri ko, jo se s'është sot, do kam nxjerr këngë pafund në YouTube. Po ti edhe po duash vetëm një album i un treg direkt. Po, sepse pastaj njerëzit bëjnë lidhjen, shkojnë klikojnë në web. Shumë. Çfarë ti ke prodhuar më përpara? Është e fortë që ti e çuni ke filmi. E thash po, shumë filmi i bukur, thash falenderoj te masë. Mu pëlqefi. Po do të them që njerëzit sot të të shikojnë si për herë të parë me atë që ti po nxjerr nëse ke godit diku. Dhe ai ka pa. Se ndyshe po s'pati shku me pa roje ti del rrugës edhe je totalisht njeri normal. Pavarësisht se çati ke bëu. Mua pëlqen të jem në underground, unë rrish. Po jo, ashtu duhet. Mua pëlqen shumë underground. Ashtu duhet. Shpesh herë dhe nuk shkoj në për vende që janë mainstream ose në për televizione që janë mainstream, nuk e kam gjumuar, nuk më ka pëlqyer. Mos ta bëj kot si për të bërë tipin, por nuk më ka tërhequr. Unë e shijoj, unë e them, kam vite që them, unë undergroundin e kam shijuar. Sepse edhe kur shkoj në për klabe ose festivale, e di që jam rahat, sa të kujtohen kush jam unë, jam rahat bare. Ka dy anë të medaljes. Ne kemi atë luksin që ta pim kafen për qevlla aty poshtë ke lagje. Mos me pas atë stresin e famës, edhe ti shmange shumë gjonave.
siç e ka bota. Po edhe fama është thik me dy për pesë, shembull. ha? Sepse edhe fama don shumë parametra ta mbash dhe Famozët andej vujnë për këtë gjonat minimale, i merr malli për këtë gjonat minimale. Neve i kemi dhe domethënë na hap problem kjo pjesa tjetër. Domethënë nga të dy anët që ta rrotullosh atë, je o kështu, nuk ka ndërmjet se zgjidhje. Shqipëria ka që është vë. Tashi, ne do lodhëm për qepin tonë, pa qa kokën asnjëherë. Ndërkohë, për asnjë gjë. edhe po jetojmë, Po, skuto. shpirtërisht unë ndjehem shumë mirë, po jetojmë. Okej, ka shumë problematika, sa ti përballesh me vendin, me rrugët, me kriminalitetin, problematika tjera që ti do doje që ti ishte, unë për shembull isha këtu në thet gjitha herë natyrë gjitha, ato unë nuk e dija sepse nuk e kisha, e kam vizitu thethin këtu e 15 vite përpara, kemi xhiru me resort huaj, kur merresha me filma, po as e mbaja mend fare që aty vazhdonte akoma me gjenerator që s'kishte voltazh. Aty vazhdonte me një gjenerator dhe ne flasim për turizëm vlla. Po. Flasim për turizëm, Për filma. e kupton, vazhdonte akoma me gjenerator. Edhe nuk e pse i thu atit, edhe nuk i thu dot se sa shiske birrën ti. Me 2000 lek naftën, me gjenerator gjithë ditën. Man, frigorifera, lavatrice, drita, çdo gjë gjenerator gjithë ditën. To ku jemi po jo? Me përballemi me kur ti shkon entroterra që futesh në mal e kështu e përballësh me shumë problematika tjera, se nuk është vetëm problematika e pronave dhe çka ka ndërtuar fort, ka problematika nga më të ndryshme. Kemi ngaja. Që ne kemi harru ca gjëra. Janë edhe harru, se shohim pse s'ka ndriçim këtu, pse s'ka kështu këtu, pse s'ka rrugë tjera këtu, pse s'ka kështu. Atje s'ka korrent, që të mbushi, korrent ka, por nuk e mbush. Ka korrent për atë poçin e Enverit. Të kohës atërshme. Ojma, kremi qik tashi ke që është kryesore. Eventi madh që ti bën. Festivali. I madh shpirtërisht, sepse ai është një festival underground, non-profit, edhe ai është underground, por ka patur goxha jehon brenda dhe jashtë vendit. Po. I madh është në jehonën e qyt të madh sepse është punë pa si impres, po për ta realizuar po. Unë jetoj 4 muaj, 5 muaj jetoj me Linin çdo ditë. Ja shumë, po. Festivali çdo ditë maja punti, maj kështu, po kjo si të zgjidhet kjo, po ajo, po kjo. Çfarë është konkretisht? Na shpjego bukur që njerëzit ta dinë fix festivali. Po sepse kemi dhe javën e parë shtatorit, që e kam në kulmin e nxehtësisë së atit poçit. Ashtu Electronic Music Conference. Ditën e tretë po sjell në kuadër të festivalit, unë bëj që nga edicioni i parë, në ditën e tretë unë kam muzikën elektronike. Ja dedikoj muzikës elektronike. Por këtë vit do sjell një format premier në Shqipëri që nuk e ka zhvilluar askush deri tash, Electronic Music Conference. Por do flas për Linin, më parë pastaj të dalim te kjo gjëja e veçantë e bukur që dua ta propozoj këtë vit edhe mendoj që do dalë një event unik i këndshëm special që i atribuohet artistëve dhe botës underground, movimentit elektronik. Lin Festival vjen edicion e 4 dhe zhvillohet në fshatin prehistorik Lin të Pogradecit, një fshat i mrekullueshëm i rrethuar nga liçeni i Pogradecit i Ohorit. Por me të gjitha, Lini është bërë i njohur nga gërmimet palafit prehistorike të viteve të fundit nga arkeologët shqiptar dhe zvicerian. Dhe aty kanë dalë gërmime të civilizimit 8000 vjet dhe është cilësuar si civilizimi më i vjetër në Europë deri tash. Nga shtëpizat e drurit brenda në liçen. Pra ai civilizim që ka qenë palafit, në italiani i thot trabocchi. Palafit janë këto shtëpiat e drurit, trarët. Lini është në UNESCO. Është në një fshat në UNESCO, dhe gjithë zona e liçenit të Pogradecit e quhet liçeni i dritës dhe plus është civilizimi i lirë i taulandëve, aty ka shumë histori me shekuj dhe kjo më shtyu, dhe më pëlqen shumë ai liçen, më pëlqen shumë ajo zonë, edhe pse artisti gjithmonë
don vizitoj shumë vende të bukura, po sikur i ngjiti çik ato njerëzit e thjeshtë, ato njerëzit e mirë, mikpritës. Dhe gjeta veten, duke vizituar dhe duke zhvilluar dhe shumë evente që isha i ftuar për Gradec apo Korçë, gjeta veten aty dhe thash pse mos bëj. Kisha në mendjen për organizuar një festival. Dhe thash pse mos bëj një festival kontrovento. Do të thënë se të gjithë kërkojnë sheshe, ku të ketë më tepër njerëz, me spote, lokacione tepër të vizitueshme. Unë doja gjithmonë të bëja të organizoja një festival, por që të kishte një mision, dhe ka mision me moton rijetojmë trashëgiminë tonë. Pra të promovohet jo vetëm ai lokacion, por të gjithë vlerat, jo vetëm arkeologjike, historike të asaj zone, por të gjithë vlerat tona. Dhe si ja kam arritur të këto 3 edicionet e zhvilluara tashmë, duke sjellë artistë të huaj, edhe të diasporës, premier, që nuk e kishin ardhur ta vizitojnë Shqipërinë, jo më të performojnë, që lëvronin muzikën tonë shqip, siç janë artistët, siç është për shembull edhe Shkodra Elektronike dhe këto të gjithë të tjerët, unë kam sjellë atë format. Aty por që janë inediti, të panjohur. Apo DJs dhe artistë të huaj që i kemi bërë për disa muaj prova duke mësuar muzikën dhe fonotekën, këngët tona duke mësuar shqip. Pra ky është një festival me të vërtet non-profit, independent, por me një mision të qartë dhe me shumë, unë e bëj me shumë pathos dhe me njerëzit që më rrethojnë që më kanë ndihmuar, e bëj me shumë pathos si çdo formë tjetër arti dhe më mbush shumë, më knaq. E kemi pa bileta, organizojmë evente, 2 risit e këtij festivali janë sjellja e artistëve dhe njohja e artistëve ndërkombëtar apo të diasporës tonë me kulturën tonë dhe të performojnë këngët tona të bukura ndër shekuj apo të festivaleve dhe zhvillimi i eventeve paraprake pre-party në për diasporë ku ka shqiptar, por dhe jo vetëm, në Itali, Greqi, Kosovë, Maqedoni, vitin tjetër do bëjmë në Zvicër, por në Itali mainly, domethënë në Itali kam zhvilluar pre-party dhe kemi bërë dhe binjakëzim me Lago di Bomba në Abruzzo, pak a shumë e njëjta florë dhe faunë, me miqtë e mi, artist, DJ, kam sjell gjithë kohës, domethënë unë mendoj që ky festival është vizituar nga ardashës, nga shpirtra të mirë, njerëz. Dhe ne aty bëjmë promovim edhe të produkteve të zonës, gastrokulinari, panajër artizanati, për shembull kemi mentorime në ditën e 2 dhe të 3 të festivalit, gjatë ditës kemi mentorime ku sjellim artistë të suksesshëm, historian, njerëz që merren me kulinarinë, pra me ingredientët tonë. Për shembull Lini ka karakteristikë një kastraves të madh me fara të mëdha me shumë lëng, që mund edhe ta hash me atë taratorin kështu, por janë shumë të mira ta bësh me selino, për atë lëngun, me ginger, me kështu. Domethënë sa herë ndaloj në linj, ka ca domate që kanë ngel disa fara aty, sepse është fshat i veçuar dhe është një fshat piktoresk shumë i bukur. Sa shpesh herë kur ti bën atë festivalin në linj, sa gjunafa i fshati ashtu i ngelur, i thash i shava arrin ashtu. Shava arrin ashtu. Se njerëzit duan ta shikojnë kështu. Domethënë, dhe është debati që po ta shikosh tani, është një debat shumë i madh, edhe për ato që duan të ndërtojnë në Biles UNESCO, ka ngretë zërin, ka 2-3 vite që ka ngretë zërin që mos të ndërtohet në liçenin e Orit të Pogradecit. Është bërë goxha problem, domethënë, sepse nuk e ka nevojë ajo zonë duhet të rria shumë natyrale, si fshatrat e Zvicrës, si fshatrat e Italisë. Domethënë duhet të rri sa më natyrale. Dhe për sa i përket tyre ingredientëve, është shumë e rëndësishme ta ruash atë fare, që të hash një produkt bio. Pra, rijetojmë trashëgiminë tonë ka lidhje me muzikën, me kulinarinë, gastrokulinarinë. Dhe neve i kemi zhvilluar eventet pranë mozaikut paleokristian. Atje në Kodër ka një mozaik paleokristian, quhet Bazilika e Linit e shekujt 4. Që vjen gjithë bota, kushdo që viziton atë zonë, vjen dhe tour operator që i çojnë te Bazilika e Linit. Aty e kemi zhvilluar festivalin. Edhe me stage me 3 drasa dhe me një rrjet që është si atribut e peshkatarëve të liçenit, aq kam vendosur, ky është stage-i.
edhe sound system. Po sound system shumë tokë. As stage, as hekra, as plinda, as i gjë, sepse aty duhet të jetë çdo gjë, ne jemi për ta promovuar ato vlera që ne kemi, dhe jo që ti kompromentojmë. Dhe prandaj unë them që ky është një festival non-profit dhe kështu duhet të jetë gjithmonë dhe duhet të jetë festival që të mbështetet. Është shumë e rëndësishme të mbështetet. Në fakt 2 vite kemi patur Ministrinë e Turizmit dhe të Kulturës, mbështetës të vit nuk e kemi, besoj do ta kemi dhe është çështje trendesh, çështje ne i kuptojmë pastaj se si janë jo Kanye West, ku shkojnë lekët e shumë problematika tjera, nuk i hym atyre gjërave, biles kur e kanë marrë vesh njerëzit që kemi bërë gjithë to gjërat bukura për promovimin e vlerave tonë, muzikës tonë, të traditave tona, edhe thojnë, si ka mundësi që su kanë dhënë mbështetje, më kjo është minimale fare. Them, nuk ka problem. Kjo tregon që ne jemi fort në misionin tonë, ne vazhdojmë njësoj. Nga që është minimale s'ka mbështetje. Duhet kishe qenë maksimale që ti kishe mbështetje. Ti, unë, tjerëve apo tjerëve. Dhe e shijoj shumë, më pëlqen shumë dhe sikur i kam bërë të gjithë to miq që vinë, që unë kam performuar me to artistët që unë i sjell nga Europa. E kjo është luksi, apo kjo është dhe që unë e kam marrë këtë iniciativë, sepse nuk është e thjeshtë të sjellësh artist. Është shumë punë. Sjellësh artist dhe ti japësh 100.000 euro një DJ në mes Tiranës, atë e bëjnë gjithë. Sjellësh artist të performojsh free apo me dieta tepër të vogla apo me kashe minimale, kjo është aftësi. Jo se kam bërë unë, po e shikoj dita ditës që kur look back, kur shikoj mbrapa them, oh my god, çfarë s'kam bë. Mu merrte fryma, doja 3 javë, 2 javë, 3 javë të rregulloja frymarrjen. Nga duket që si një gjë e vogël, për sa element ka të bësh i festival. Pafund. Njofje pafund. Që ta arrish ta bësh të tillë. Le që të përgjigjesh njëri, po më si kisha ato njoje që kanë prodhuar albume me këto DJs, kanë performuar me to në ndër vite në karrierën time, nuk do të sot nuk të përgjigjet dikush, askush. E di çfarë thonë? Ti i din menaxherët e DJ-ve. Shkove te t'jepi banin e bankës, fut lekët tjerë, pastaj flasim çfarë bëhet. Jo më të sjellësh artist ndërkombëtar ti të kalibrit Claudio Iacono që vetëm diskun më të lirë vinyl e kishte 88 euro që performonte aty në edicionin e 2 Lim Festival. Erdhi me 10.000 euro valixhe vinilash. Dhe më të lirin e kishte DJ Hell atë me Adriatik që në fashë, ai remixi si e ka jo kanga, që unë e kam vante after party të kanali i Lim Festival, më i liri ishte 88 euro të sjellësh artist të këtij niveli. Dhe vinyl që ai e shkreti çdo gjë, artist me të vërtet me atë madhe, po flasim për të tjerë. Dhe këto do i kem këtë vit në ditën e 3. Imagjino këto personazhe. Një jetë punë artistike dhe ky është barazimi, të arrish të zgjidhësh këto lloj gjonash për ky një event tillë që për njerëzit duket e papërfillshme, i gjë e thjeshtë, e lezetshme, por që ka aq shumë punë për të mbledhur komponentët. Sidomos kur është me low cost që të nxjihet jeta. Dhe nuk të afrohen sponsor të mëdhej, sepse ai do në stage të mëdha. Ku ti vendosun ato stage të mëdha? Në sitin arkeologjik? Koncepti. Çdo biznes duhet ta ketë konceptin që duhet sponsorizoj në një diçka të caktuar sipas kushteve duhet të adaptohet. Këtë nuk e kanë. Ose më saktë ato që drejtojnë poshtë atyre të mëdhejve nuk e kanë. Prandaj është gjithmonë që shteti duhet t'i financojë këto. Dhe sidomos kush është festival që me të vërtet ka patur jehon dhe produktivitet, se kjo është shumë e rëndësishme. Se festivale ka për ditë, po sa produktivitet dhe sa risi ke sjell. Ja, duhet e një kështu e madhe si puna atit tipit që erdhi hypi sipër tokës, ai edhe u rrotonte toka. Me çista janë gjitha format. Janë të gjitha format. Ne rrotullojmë honën? Rrotullojmë honën. O zoti bale, jetojmë në Shqipëri. Mos harro. Ne, është vërtet, dëgjoj, unë mendoj që jo vetëm unë, po çdo artist që
prodhon, sjell diçka të bukur në treg, e ka përjetuar keq atë fond që ju akordua, nuk ka lidhje se u akordua një artisti, okay. Ajo ka impaktin e vet, pra të jemi të zhveshur nga këto gjë, po e ka përjetuar keq dhe e vura re që shumë artistë domethënë ngritën zërin sepse e përjetuan shumë keq, sepse nuk buxhetet që ne marrim për mu me heq vetëm në hoteleri, në karburant. Që një clearing. Jemi duke fol. Clearingu në heq vet. Po ne pasot. Unë kam vetë financuar festivalin. Por, ama, unë kam shumë knajsi. Unë gjej knajsi dhe gjej motivim akoma më tepër. Dhe këtë vit kam akoma më tepër emocion për të prodhu. Dhe ja po sjell dhe risi ditën e tretë Electronic Music Conference, që ne flasim për 40-50 vite muzikë elektronike, nga punk disco të viteve 70 deri në ditët tona. Flasim për vinilin, si ndërtohet një DJ set, çfarë është vlera e si prodhohet muzika, pse duhet trendet muzikore, pse duhen afruar të rinj, pse duhen se shumë e rëndësishme që ti transmetosh kulturën atë që tham që parë. Domethënë ka shumë artistë, po do di një këto është ti transmetosh kulturën. Nëse ai nuk shikon evente cilësore, siç është ky, unë e konsideroj event tepër unik, që të vi të diskutoj krahas artistëve të mëdhej dhe të performoj së bashku me ato, ne kemi titulluar Open Decks. Pra, ai do luaj B2B ose së bashku do përzjedhi vinilin, do flasi për atë gjën, po do luaj dhe me personazhin që është 50-60 vjeç DJ i huaj dhe janë të gjithë barabartë. Dhe këtë jam munduar që kë kam ftuar nga DJs, nga trevat të ndryshme të Shqipërisë dhe nga vendet që na rrethojnë, nga diaspora, italian të huaj, gjerman, nga Kosova, i kam çuar një fjali. Jemi të gjithë të barabartë, nga 15 vjeçar deri në 60 vjeçar. Aty jemi të gjithë të barabartë dhe do flasim vetëm për muzikën dhe atë që ne na udhëheq ta bëjmë të gjatë. Domethënë nuk ka asnjë që qëndron më lart apo nuk ka amplituda muzike, po jemi të gjithë një vijë. Dhe kjo është gjë më e bukur që ne të bëjmë të propozojmë evente kulturore. Ky është event 100% kulturë, trashëgimi, edhe kjo është trashëgimi, sepse siç e thash, muzika elektronike është mbrojtur, muzika techno ka hyrë në UNESCO. Domethënë si një gjini që ka një vlerë të caktuar dhe duhet mbrojtur. Dhe mbi të gjitha, kjo vjen dhe si atribut i asaj, se unë kam 33 vite që merrem me muzikë elektronike, që e lëvroj muzikën elektronike në të gjitha format. Dhe e ndjej si obligim, më vjen shumë natyrshëm që ta zhvilloja këtë event. Por me të gjitha, e di si më thonë, ka shumë DJs që kanë nga 20 vite. Ti ke vajnë DJ, Ledi, sa vite ka. Edhe është i ftuar dhe Ledi ta di. Edhe Profes naftoi në një nëpër festivale dhe këtë i kam thënë dhe këtë. Mos harroni shprehjen që keni thënë sa herë ju kam takuar në për okazione të ndryshme, në për klabe të ndryshme, që nuk naftoj asgjë. Ja ku e keni ftesën, hajdeni të kontriboni. Dhe soundi do jetë vintage, të dëgjoj muzikën me bokset e viteve 70-80. Unë i posedoj disa do të sjellin një dy miqtë mi, sepse jam dhe audiophile fan. I kam qef të dëgjosh atë basin të pa kontaminuar, të pa fryrë. Pjesë e punës. Të pa fryrë, po high fidelity dhe flat. Ke parasysh frekuenca ti dëgjosh real, ti dëgjosh të pastra, të bukura. Më them që është një event që të sjellë shumë risi dhe përveç do filloj nga ora 12 deri në 12 natës, ditën e tretë, ditë e diel, datë 6 shtator dhe lokacioni është impeccable, sepse është në kodër dhe e shikon linin kështu. E unë kam titulluar atë vendin aty balkoni i linit. E shikon kështu si kur jenë në lozh. Për çfarë? Tamam, ajo është një skenë natyrale. Ai vendi aty është një skenë natyrale, është një mrekulli dhe do jetë shumë inspirues për të performuar, për të folur rreth muzikës, për të diskutuar të gjithë gamën DJ's World. Ajo është DJ's World dhe jo vetëm, sepse do flasim dhe për me çfarë hardware apo firmware që ne performojmë, sepse sot gama është shumë e gjerë. Dikush lun me vinyl, dikush lun me digital CD player, dikush lun me live act, me modular, dikush i kam thënë, çka ke kufjet vjetra.
mikserin e parë që ke dje po flisja me Ideal Oksa, nga DJ nga Vlora, edhe i thash, qa ke gjërat e vjetra, se edhe ai ka pas një radio me babarin që punonte një radio lokale. Qa ke aty, du të asiosh me vete, ta prezantosh tavolinë dhe të flasësh për your memories, apo kush ishin disjet, apo muzika, apo periudha që ti u fute në muzikën elektronike. Pse u shtyve? Ma kur ke bë miksimin e parë, apo kur ke bë tokun e parë, kur ke bë butonin e parë që ke shtyp atje dhe ke futur një insert muzikor. Nga inserti muzikor, ti ke thanë, dhe sepse ka dhe një diçka, priti erse, sa style muzikore ke? Gjithë to kapin rave, house, eurodance, Dr. Alban, ato Eurodance, ato janë shumë bukra, ato janë rikthyer. Ti ke 7 vite, 5-6 vite që luhet ajo e famshme tash e këngës na 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 na. Eurodance. Jo, kjo është kënga ajo tjetra. Edhe por kemi Labush, kemi që kanë ardhur në Shqipërinë vitin 96. Labush, Korona, Dr. Alban, gjithë kjo Eurodance ka qenë shumë i bukur sepse me vërtet ka qenë komercial. Po sot janë rikthyer si hite. Biles më thajnë vua kur i propozova një 2-3 remixe në një party, më tha mu profe, e bo komercial. E bo komercial. Jo i thash, nuk janë komercial, atër ishi komercial. Tani këto vinë si pasuri, atër ishi komercial. Atëre, më thoshte mu se ti luna underground. Jo, se po ti risivësh ato vokalet në një remix, unë i soa, dhe ishe shumë i bukur remixi, ti të si u freski. Dhe me dhanë, pastaj minimal house, Latin house, do kem dhe përfaqësues nga Latin house. Pra, jam përzgjedhur që për çdo rrymë të sjell nga një DJ, nga një përfaqësues. Kjo, se thash, orekej, se do të ndërtosh një conference, një medium talk, një mentorim, po duhet kesh disa karakteristika që kjo t'jetë e kompletuar. Komponentët duhet kesh disa karakteristika që kur ta ndërtosh. Përsa i përket edhe pyetjeve, se si do organizohet, por me gjitha stylet, sepse stylet muzikore sot janë bërë shumë të deri në vitet 90 mund të ishin 4-5 style, o ishe house, o ishe hardcore techno, o ishe eurodance, pra commercial, o ishe pop. Këto ishin, kurse tani ke trip hop, ke nëndarje, hardcore, ke minimal house, ke Latin house, fusion house, afro house, ampiano, kanë dalë stile, sepse vinë nga roots shumë, ke Balkan house, ke nga më të ndryshme. Swing, house, nga më të ndryshme. Gjithto në ndarje, duhet, për këto ndarjet kryesore, unë mundove që të kisha nga një përfaqësues. Ka të bëj shumë. Për shembull, movimenti thuhet minimal rumen, që 20 vitet e fundit rumunët bëjnë, atë vuaj minimali. Minimal rumen, edhe atë kam sjell Artilin nga Kosova. Ai e përfaqëson, ai lun dhe house e gjëra tjera, po ai e përfaqëson shumë mirë atë filone, i thot italianë, atë nën kategori minimal rumen. Janë është bota e muzikës elektronike tash është bë show. Pra do flasim dhe për këtë gjë. Domethënë DJ sot është rockstar dhe ka lu rockstarit. Është ka shkuar në një dimension të punohet industri. Qofse deri vitet 90 ishte Madonna, ishte Michael Jackson, ishin David Bowie, gjithë të tjerë të vite nga 70 e kështu, sot janë DJ-t ato, biles shumë artistë shkojnë në Ibiza ke partit e DJ-ve, atje bëjnë collaboration. Faktikisht Madonna që në vitin 2000 e sovi atë këngën të famshme, kolaboracionet shumë me DJ-t, shpërtheu. Po se të jep tjetër gjë, ka tjetër gjë DJ kur punon materiali nga producenti në studio. Janë dy gjonat kundërta. Producenti në studio me të bën muzikë, DJ e sjell atë që ketin një variacion tjetër, duke e njoft, duke e prek popin live. Producenti në studio Dance Florin, shumë e vërtet. Ai është në studio, nuk di ç'a bëhet atje për jashtë. Kurse ai është atje për jashtë dhe i shikon të gjithë poshtë vet. Biles një nga pikat është kjo, që shumë produktor të aftë që kanë nxjerr hite, çalojnë në clubbing ose në festivale. Nuk kanë performancë. S'kan se nuk del për jashtë. Nuk kanë performancë. Nuk del jashtë shoh. Ai është për të prodhuar atë. Kurse produktor që janë DJ, ai mund të jetë më i dobët ose bën produksion më ashtu, janë mjeshtra, sepse ai e njeh, ai e din, ai ndryshon përherë skaletën. Sa shikon, po mbaron DJ resident, ai shikon çfarë njerëzish ka përballë.
Është shumë e rëndësishme. Si po reagojnë? Je përzjallit edhe. Po, si po reagojnë? Po reagojnë mirë me këtë lloj muzike apo duhet sjellë këtë? Dhe po të shikosh biles ishte një video e fundit fare e Jamie Jones që ndryshoi komplet, filloi të USB-ja të gjetë këngë tjetër, e ndryshoi komplet skaletën në sekondë, se do vinte aty. Se kuptoi për lexoj skenën ai, lexoj auditorin, lexoj dance florin. Dhe kjo është një nga pikat atje, sepse është shumë e rëndësishme për një artist, duhet lexosh dance florin. Mua për çdo performancë që bëja me Alten Beats, më thoshte ai DJ, prapë ke ndryshuar për naçmena e burr. Prapë ke ndryshuar, boje vall shkurt si gjithë tjerët po te program, se shikonte playlistën e ndryshuar. E di unë. Nga një venue, të një festival, pra duhet përshtasësh me çfarë do ta fillosh, si do ta ndërtosh një program artistik. Dhe sa gjatë do ta marrësh atë track. Mund ta marrësh vetëm në një acceleration, 1 minutë delte tjetra kalon, bon kolazh, pam preje këtu, bëje këtu. Dhe i preja ja e bëja edhe gati. Kur punoja edhe me DJ support, që performoja kitarën, punoja edhe me DJ support. Tani dal që i bëj gati dhe nuk marr DJ, po shpesh herë marr DJ sepse më jep shumë support në të gjitha aspektet. Dhe i shikoja që ja bëja gati gjitha, më thoshte më prapë ke ndryshuar, po profe, BPM-i kjo ajo, sepse duke i edituar ato ndryshojnë të shumë gjëra. Tani e kam thjeshta sepse punoj me Record Box, ai lexon e shumë gjëra. Por që të ndërtosh një program artistik është çështë. Prandaj e kape bukur që ai produtori ke studio shpesh herë nuk e njeh këtë feeling. Është standard. Ai bën shumë punë valla, por nuk është pjesë e publikut jashtë. Ai që këndon jashtë vjen dhe tjetër impakt. Këngëtari e prek skenën. Po këngëtari ka tjetër vizion kur e bën, s'është kënga ajo. DJ dhe ai lu këngë të veta. DJ lu këngë ndryshme. Dhe ka impaktin që se ka këngëtari. DJ top përpjet. Ka klabi me 2-3.000 veta, me 5.000 veta që hovin, që pinë, borë. Ka një tjetër treg punë DJ nga këngëtari që bën koncertin e vet. Po. Se ka të bëj shumë standardi. Ti e ke shit këngën. Roli DJ-t, taft, është rol shumë i madh. Po, se gjunë si flas gjithmonë për DJ në aftë. Unë kam pa edhe DJs në për klabe edhe komerciale, apo lounge, të aftë shumë. Dinin, dronin këngën, bonin, prenin, i marrin njerëzit haj. Ai është DJ. Ndronte stylin, ngrente, ese, e thynte, me një melodi, e mante melodin me loop. Tin me loop, duken si gjërat vogla, jo ai e kanë kokat. Shapsia. Sepse është shapsi. Duken si gjërat vogla, ama çfarë bëri ky? Jo. Është shapsia. Ai është regjizori e saj mbrëmje. Fix fare. Po mos jetë i aftë. Edhe këto gjëra do flasim, sepse është Electronic Music Conference, paçka se e alarguam, folëm gjatë, po është edhe këtë gjë unë e vëre shpesh. Si që ndodhi për shembull, Rashi ditën që do performoja në Theth, edhe u shty i gjithë soundcheck-u. Se do bëhem të Shkodër Elektronikë, u shty gjithë soundcheck-u. Unë bëra një trik. Thash, nuk më intereson fare se s'kan ardhur njerëzit, se ka pak njerëz, unë do luaj pari këtu. Sepse doja të merja dhe i dhash një energji tjetër. Kuptova për herë që është më mirë t'i hedh tash ato muzikët shqip, të ndërtoja një strukturë shumë mirë si mas shiut, se u shty dhe do u shty një gjithë. Dhe nuk doja të përfundoja si që përfundun shumë DJ që lujtën nga 20 minuta gjysmore, sepse ishte aq shumë artist dhe u ngjeshën shumë sepse u shty gjithë, domethënë filloi në orën 9, ndërkohë që do të fillonte që në orën 6:30. Dhe e kam shijuar sepse doja të propozoja dhe mos isha i limituar. Pra unë bëra një trik. Nuk më interesonte se ishin 30 veta. Fare. Unë bëra një trik. Performova si artist i lirë. Edhe testova punën tënde. Po ishte edhe testova trakët me ato njerëz aty. Pra është ajo që DJ edhe me 3 veta do të luaj pojsoj. Po. Ti i ke pa videot e Solomon para 10-12 vitesh që është me 10 veta. Sot mbush 80.000 veta. Fix. Si një rockstar. Fix. Me 10 veta, pa ai punën njësoj e ka bër. E ka dedikimin aty. Dhe është shumë e rëndësishme kjo gjë. Kjo shkollë. Dhe këtë e zhvilloj in collaboration me DJ Academy Albania, që tashmë kanë prej vitesh që nxjerrin talente dhe është një shkollë që me të vërtet i duhesh tamam Academy Albania DJ, që me të vërtet ka një kontribut, është institucion edukativ për sa i përket muzikës, në të gjitha aspektet.
Dhe bravo qoftë, dhe unë nuk është hera parë që bashkëpunoj, I kisha në after party Jonidin, DJ Jonkon dhe Dorikon me të shoqen e vet, luajnë një janë njohës të undergroundit, vinë me vinile, kanë bërë një super set në after party vjetë Lim Festivalit, edhe doja t'i kisha në këtë kolaboracion, sepse me të vërtet I japin një rëndësi dhe e kompletojnë këtë nismën që unë e kam në edicionin e 4 të Lim Festival. Do me thanë janë të pazëvendësueshëm për atë çka ato prezantojnë, DJ Academy Albania. Perfekt. Është një gjë që duhet shkoj sa më mirë edhe sa më marë që ta bësh prapë burr. Jo, dëgjoj, ndonjëherë do të them këtë që ne artistët kënaqemi dhe se kemi sjellë dhe premierë ca gjëra që kanë qenë avangard. Dhe kjo është avangard, jo se s'di ta bëj tjerët, por është avangard sepse shpesh herë shumë artistë apo njerëz që merren me art e shikojnë me llogari, më nxjerr gjë kjo mu, s'më nxjerr. Vazhdoj me këtë tjetrën. Ndërkohë unë nuk e shikoj kështu, unë e shikoj nga pasioni, nga pathosi që kam. Më duket sikur kristalizoj 30 e sa vite e drejt karrierë ka të bëj në shumë botën elektronike. Kjo mua më mbush, a do afroj shpirtra të mirë aty, a do flas për atë muzikën. Mua më rrit. Si që rrit ato që ne do t'i mentorojmë të rinjt për kë po e bëjmë, për të lanë një gjurmë, për të lanë një standard të bukur në këtë botën e muzikës elektronike, por është dhe një atribut. Dhe aty është dhe një atribut për DJ që nuk janë më, që unë kam kolaboru, që më ka DJ të mëdhej, vjet iku nga kjo jetë që nuk është më Marko Dionigi, shumë I ri, super DJ, underground, Claudio Cocoluto në 2020-ën, edhe pra janë DJ që sot nuk janë më për që kanë dhanë shumë në skenën underground italiane. Dhe kjo është dhe një atribut, sepse aty edhe jemi formuar, duke parë dhe duke ndjekur ato kollos të muzikës elektronike, ne jemi aty, apo si Frankie Knuckles e tjerë Thousand International, se I citova italian, sepse aty jam rritur si kulturalisht nga ana, dhe faktikisht vitet 90 në Itali ka qenë shumë lartë përsa e përket muzikës elektronike. Jo që nuk janë sot, por kanë qenë shumë lartë në krahasim. Biles Italia bënte me DJ-të vetë, ikonat e atyre viteve bënte partit Made in Italy në Ibiza. I kishte kështu. Dhe tjerët pastaj erdhen tjerë nga nacionalitetet tjera që e pushtun, po Italia ishte shumë lartë. Deri në 2003-2004 i kishte, domethënë partit Made in Italy u bonin me DJ Ralph, Cocoluto e tjerë. Të mëdhej, Francesco Farfa. Domethënë, ky atribut që po I japim muzikës elektronike është super I meritueshëm, por edhe duhet të sjellim evente cilësore. Unë mendoj që domethënë I shkon për shtat ti festivali, sepse ky festival ka pra është trashëgimi. Dhe muzika elektronike është trashëgimi dhe ka lidhje edhe me muzikën tradicionale apo muzikën e luajtur me kitar, me instrumenta për live. Bile sot DJ edhe performojnë. Din instrumenta, performojnë live me piano, me kitar, këndojnë, sjellin formash nga më të ndryshme të live acting. Për shembull, to kënga Inner Bloom e atit famshmit është bërë kështu ikona, ai vetëm me një hit. Një performues, ato ishin 2 performues DJ të thjesht, që dini instrumenta, siç mund din ato nxënësit e mi që vinë kurs 2-3 mujor. Ama produksioni, eksperienca e tyre është I sjell që të bëjnë ato produksione që t'i godasin shpirtrat e njerëzve. Dhe nuk është pak kjo gjë, dhe neve duhet të mësojmë shpesh herë, sepse shumë artistë mendojnë, kam vënë edhe me muzikant, me kompozitor, që e urrejtë muzikën me beat, me kështu. Nuk e kuptojnë se qa vlerë ka. Tani që është bërë virale dhe prodhojnë të gjithë produtorët e mëdhej, është mësu vesh. Tash është mësuar veshi. Disi më thonin mu 15 vite përpara që dëgjoj këtë muzikë më profe. Ti je kompozitor, ç'është muzikë koti, plastik. Ashtu e dukte plastik, se nuk e kuptonte. Ishte shumë avangard muzika elektronike. Ndërkohë sot muzika elektronike është reality.
në të gjithë skenat botërore. Apo jo? Fiks fare. Por, muzikë, e di si thonë, muzikë drogaxhisht. Shiko, jesh mësu njerëzve ka dal veshi. Është shumë e vërtet. Edhe Po sepse, dëgjoj, kanë dëgjuar dhe produksionet bukura, sepse ka shumë produksione që janë me të vërtet 8 minuta i thoj vetëm kik dhe ai me vërtet bëhet shumë hard. Po ka produksionet bukura që janë, domethënë orecchiabile, janë të bukura për veshin. po ka të bëj, Dhe ajo gjen difuzion në radio, dhe po ta shikosh kudo ti muzika elektronike, po ta shikosh dhe në radio e ke 70% se sa muzika pop këto. po. Është shumë virale. Është aktive. Dhe nga një diçka tjetër, biles tash ishte bëjnë një sondazh në Amerikë që profesioni për të bërë DJ, pra i kishin pyetur të rinj, kishte kaluar me mira vota profesionet klasike si arkitekt, doktor, kështu duhet të bëhen gjithë DJ. Gjithë DJ. Po na kopjen neve këtu më. Prandaj e shikoj këtë gjën, këtë Electronic Music Conference e shikoj si një ndodhi apo si një event shumë natyrale. Është Mund ta kisha pozitive. bërë dhe 10 vite, 15 vite përpara, po ndoshta u poqën kushtet që Është momenti. ta konturoja në Çdo një gjë- festival. çdo gjë në këtë do edicion, momentin do e vet. momentin e vet. Do momentin e vet sepse janë dhe edhe dëgjoj, edhe një diçka, se e citove dhe shpar që ti ke siguri për atë që bën dhe unë për modën, për artin, për çdo iniciativë që marr, e elaboroj një herë përpara brenda, kam siguri dhe pastaj mundohem që ta propozoj. Ka të bëj shumë me sigurinë Pra, e edhe vet. neve jemi maturuar, jemi pjekur, kemi pjek kriju mirë zgar. eksperiencë. Jemi kuq. Po, kemi kriju eksperiencë sepse rrinim me net duke prodhuar dhe mëngjes. Momenti kur vija unë ke studio këtu më. Si më thoi ti mu sot e don këtë gjom që ta bëjmë mix down, sepse unë kisha shumë idera, edhe thoja më mirë çka tjetri, ke Donenjo, sepse ai është i freskët. Ai të konturon, të thot kjo këtu, kjo aty, po sikur ta bëjmë kështu s'da bëjmë ashtu, se ti futesh ke shumë idera dhe hedh atë gjellën që thash unë. E kupton? E bën simfoni, Po edhe një si që vesh duhet. kthjellë Dhe faktikisht, po ti shikosh, gjithë produksionet e mira shkojnë tek studiot, kanë gjithmonë një që i këshillon. Po Një konsulent, por duhet se janë ide plus. Shiko, ti bën një produkt. Ai Produkti- profesionisti nuk të heq nga këtu, të shton. Domethënë, nga një ta bën 3, jep 2 plus ai. Nuk ti jep 2 minus. Ti e çon, ai të shton 2 tjerë. në produktin ai Ka të bëj shumë ajo. ai Se e gjithmonë ekspozon. po, Ai gjithmonë mendon, për- po, në rastin tënd atëre ti e mendoje se si do qëndronte në klub, apo në album, apo në radio e gjëja. Dhe domethënë i jep një bonus, i jep një clarity, i jep një qartësi Ka të bëj traput. Më shikoja këtë Enzo Sifredi, ai bën një rubrik për demot, promot që i sjellin të rinj. Sa e dëgjon? A bukur, a nuk vlen. S'ka ide të qarta, s'ka, u krijen plera produksionin. Ai është shoh, i bie kokës çu direkt. Pra do të jesh shumë i qartë për prodhon, ë? Sa ai e mendon, thoshte, ky po, te do ta luaj sonte. Është gjë shumë e bukur kjo. Me drejt. Te qartësi, nuk e kishim 10-12 vite përpara. Jo, çdo gjë është Pra, me si eksperiencë. kemi prodhuar gjëra shumë bukura që kanë ngelur, për shembull klipi që është transmetuar në MTV Europe, e i 2018-ës është i kopsitur që edhe sot ta dëgjosh, kam qenë shumë i shumë kristalizuar. rregull, po. Kam qenë shumë i kristalizuar. Ama ka të produksione tjera që unë sot i shikoj që them E drejt. që ka qenë një fazë kalimtare. Prandaj ato nuk kanë ecur, kurse kjo ka ecur, sepse kënga këngën duhet ta dëgjoj një. Ore, se po te festivali pse u ndërtonte një uri? Te festivali këngës, po t'ishte ashtu. Çdo këngë, Futa se aty ato dhe të mbaron. këshillonin. Po. Kjo është një ide e mirë, por duhet futur dhe në studio ose të xhiro të bëhet të punohet dhe një herë, të sillet në këtë formë ose është shumë e gjatë, duhet pse ka dhe 3 minuta e ca ose 2.7, 3.25, sepse ato mendojnë që duhet të ketë një strukturë kënga. Si thoshte ky Enzo Sifredi direkt që kjo është e lutshme, ky është produkt i gatshëm, duhet sot. Dhe ka efekt. Kurse ky tjetër ka nis mirë, po e ka humb rrugës. Po fiks. Ka humb ide rrugës. Është shumë e rëndësishme. Pra ne kemi krijuar kristalizim sot eksperiencë. I dim gjërat. Dhe tani që i dim, duhet i bëjmë mirë gjërat. Duhet i nxjerrim masivisht i çem përpara. Është shumë e rëndësishme, është shumë e rëndësishme. Dhe mbi të gjitha, çdo iniciativë apo festivali apo një koncert, unë sot e shikoj për një onë ndërkombëtare, sepse unë linin e kam
Nuk është një festival, nuk është një ngjarje që ndodh këtu. Unë e shikoj ndërkombëtare. E shef larg Unë vitin për aniversari për edicionin e 5, gjatë qytashi ka mbyll 2-3 kontrata që të bëj parti të mëdha me kolaborator, me agjenci apo me festivale në Europë. Do me thënë, i shikoj gjërat në një projektim, sot është tregu shumë i hapur. 15 vite përpara, as avione nuk gjeje dot. Viza, televizje, kurse unë sot me menaxherën mbyll 4 data, 5 data, i bëj rresh, i ket thjesht afare. I kanë vjet dhe nuk e kosto larta, edhe kjo ka të bëjë shumë, se edhe neve jemi bërë domethënë jemi më të hapur me Europën. Pra ti një artist, një DJ, unë sot po ti shkruaj, unë mbylla dje me një artist për shembull, ai do vi në festival, direkt i prova biletën, i ka gjeta aty, mbaroi filmi. Direkt me telefon. Direkt me telefon. Kjo ka kushte, sepse neve sot i komandojmë çdo gjë, unë të gjitha i kam këtu. Janë kriju të gjitha mundësi për testë. Nuk i kishim kaq thjeshta. Me telefonin, 15 vite përpara nuk ishte smartphone në këtë nivel, ishte në fillimet e tij smartphone. Ku do shkoje ke emaili, shikoje të ka shkruajt në me mesazh, jo kjo oferta, jo kjo, kurse sot ai të sjell presetin, riderin, si do lush ta sjell direkt me telefon. Çdo gjë zgjidhet me sekonda. Me sekonda. Ti po të duash të ndërtosh, po të kesh një budget, ti bën një festival, një event për një javë. Sot. E kam vërtet? Po e bën. Ja 2 javë e bombardon, po them 2 javë, se të duhen 2 javë ta bombardosh dhe me reklam edhe për 2 javë. Njëri kod bëj një eveniment, ishte përgatitje pafund. Ishte hallë vete. O i madh, jemi në fund, sa i bëm 1:40. Iku kështu. 1:40. Po do të thotë që kemi shumë gjëra për të thënë, sa dush për zotin. Edhe pak nostalgji, faleminderit për ftesën. Bëhet shefi shumë për zotin. Që pata në emision, që takova shqyqyr se kishim kohë pa u paze. Nuk e që bëm puna të merë qik për para edhe si tu shtin Tiranë, unë duhet. Edhe kam qenë shumë lëvizje. Kam qenë shumë lëvizje, sa më thojnë po. Sa më thojnë këte je, ku je, qa po merë, qa po bëm. Që që koha është. E shpresoj i returoj sa më marri herë ke gjitha projektet dhe këto që ke, edhe uroj të shoh gjithmonë kështu të qeshur, optimist, përqep të shpirtit si sot dhe si gjithë vitet që kanë qenë për vitet që do vinë. Ka të bëj shumë e rëndësishme. Po, Altini ky është. Si që shikoni sot, njerëz dhe shikoni sot e mot, ta garantoj kështu 100% sigur. Po, kemi gjërat bukura në shpirt dhe kultivojmë gjërat bukura që të jetojmë mirë, të jetojmë me, domethënë, unë e kam si parim dhe mundohem që ta transmetoj dhe te njerëzit që kam përreth që takoj. Shpirt. Tu të lëvrojnë gjëra shumë bukura. Shkova bëra një kontroll për kardio, për këto gjëra, dhe më thaj, se pas këtë zemrën ti punova kështu super fare, i thash, e pompoj vetëm me gjërat bukura. Jo, fix fare, hajde, është super. Nuk i hap as negativitet, pasi normali që lullemi, kemi nevojshme të shplodhemi e kështu, po, dhe po bëja bisedë, por çka ardhi këtu atje që ke top. Dhe kjo më gjë edhe me atë po diskutoja te doktorin aty se shkova, ore, se ne jemi bo dhe kështu, se ne vetëm i këtu, vrapo këtu, fluturo këtu, hyp një avion e kështu, edhe pata një moment që thash, ore, pritje, se u bo 2-3 vjetë, bërë njeriu një kontrol normal. Edhe po më bëjt qefi, sepse ti kupton këtë gjë që ne duhet të ushqem shpirtin me gjërat bukura. Që t'jetojmë si njerëzit. Si njerëz. Që ta kuptojnë njerëzit si duhet jetohesh si njerëz. Si njerëz më normal. Optimizëm edhe gjithmonë si që ja them unë çdo puntat, relax më bu relax, po me ambicie të realizueshme. Po tecin me ambicie të realizueshme. Tecin gjonat marrë bu po që pozitiv. Po që negativ pasaj nuk ke çati po që ke fut vetes, kështu që edhe jemi mundu që të thomi me njerëz pozitiv. Kjo është shumë e rëndësishme. Edhe duhet i falenderojmë. Shumë e rëndësishme. Edhe ato që na suportojnë, ha? Po ka të bëj shumë. Duke filluar nga familja dhe njerëzit e tjerë. Ka të bëj shumë, o familja që edhe na kuptojnë. Që na kanë duru. Që na kanë duru. Që na kuptojnë akoma po. Po që na kanë duru. Që na kanë duru gjithë këto vite. Shpesh herë duhet i falenderojmë bonus. Po për zotin, e ke plotësisht drejt. O i madh, jemi në fund, falenderoj sinqerisht. Shpresoj më të mirën. Najsi.
Edhe qatë të meni. Do na vish festival. Jo, do Nuk të kërkoj të këndosh, atëherë bëje surprizë. Jam po kështu, jam po. Do na vish të shikosh dhe liçenin atje dhe fshatin Linj që është një fshat i mrekullueshëm. Duhet se gjë e Natyrë e bukur. Duhet se gjë e veçantë. Na duhet pak relaks për zotin, na duhet. Shqipëria, unë doja të thoya këtë në fund fare që Shqipëria ka vende shumë bukura dhe ne duhet t'i ruajmë. Duhet t'i prezervojmë, t'i ruajmë me fanatizëm, edhe vlerat dhe traditat tona, ku trumpetohet shpesh herë mikpritja e gjithë këto gjërat e tjera, por t'i bëjmë for real dhe mos t'i humbim, por natyrën, ingredientët, deri te ajo që liza dhe ajo që prodhoj shpesh herë me modën është fiks atribut për atë çfarë ne kemi trashëguar. Prandaj Lind Festival e ka moton rijetojmë trashëgimin ton. Duhet ta rijetojmë, duhet jetojmë me atë gjën. Perfekt. Duhet ja. Kjo është atë dashuria e vërtetë. Unë mendoj që atë dashuria e vërtet është të japësh kontribut për komunitetin, për vendin dhe për nuk e di, atë dashuri unë kështu e kuptoj. Duhet i dish rëndësinë vendit tatë. Po, dhe ta promovosh Kemi me instrumentat e duhur. Fiks. Duhet ta promovosh me instrumentat e duhur. Fiks fare. Ikim? Ikim. O njerëz, shpresoj që u kënaqet sinqerisht, kalum bukur, ishin informacione i gjona të bukura që s'para i keni në gjuhë, herë tjetër nuk besoj, sepse duhen njerëz të rrallë për në gjuhë ca gjona të rralla. Paktën ky është mendim im. Takojmë puntatën tjetër. Faleminderit. Edhe deri atëherë relaksoni kokën. Ju presim në Lind Festival, nga datat 4 deri në 6 shtator. Perfekt. Perfekt. Jemi. Ciao. Ya le 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 le. Oh amani. Zemra o zemra. Zemra ime ti. Luje mostan. Luje ti. Ya le le.